Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Nëse do shkruhet historia e Partisë Socialiste, ajo do ndahet në dy periudha. E para nga ajo e themelimit të saj nga viti 1991 deri në vitin 2005 e drejtuar nga Fatos Nano, dhe e dyta nga viti 2005 e në vijim e drejtuar nga Edi Rama. Po si janë këto dy Parti Socialiste, nëse mund t'i quajmë kështu, ose dy periudhat Partisë Socialiste? Për të analizuar këtë, dhe jo vetëm këtë, unë kam zgjedhur një personazh që sa ka ndendur në hije në politikë ka qenë me vlera të jashtëzakonshme. Deputet disa herë i Partisë Socialiste, ministër 2 herë në 3 qeveri të zotit Meta, zotit Majko, të zotit Nano, po edhe një nga personalitetet e kësaj partie, Viktor Doda është i zgjedhur im sot për të rrëfyer jo vetëm këtë, por edhe historinë e jetës vet, një inxhinier gjeolog që nisi karrierën e vet atje në vendin e vet në Rubik dhe arriti jo pak, por të bëjmë prezantimin dhe fillojmë bisedën. Zoti Viktor Doda, të falenderoj shumë për prezencën tuaj në studio dhe që pranuat për të realizuar këtë intervistë. Faleminderit për ftesën. Pyetja e parë, ku është Viktor Doda? Ku është? Bëhet ata që të kanë njohur, ata që të kanë parë televizor, ata që të kanë votuar. Ku je? Me çfarë merresh? Momentalisht unë ka 2 vjet e gjysmë jam pension. Në kohët e fundit kam punuar tek Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, drejtori i përgjithshëm, që është vërteta kam qëndruar mbi kohën, mbi 65 vjeçin edhe një 2 vjet e 5 muaj. Dhe tash merrem thjesht vetëm me jetën time, sepse edhe në angazhimin politik nuk jam i angazhuar për një arsye. Në vitin 2014, unë kur u bëra drejtori i përgjithshëm, sipas statusit në punësit civil, unë isha trupe lartë drejtuese, drejtor të përgjithshëm dhe sekretar të përgjithshëm në këtë kategori, dhe sipas ligjit për shërbimin civil, ne nuk na lejohej që të jemi as antar partie. Edhe unë që në marsin e 2014 kam dorëzuar të partisë. Çfarë thuat? Partia Socialiste. Partia Socialiste. Erdhi keq? Po, në fakt nuk më erdhi, edhe mirë nuk më erdhi, po ligji ishte ligj, duhej zbatuar, pavarësisht se mua nuk më shput asgjë nga PS-ja, sepse kam vite që kam qenë antar i kësaj partie dhe në forum edhe në forum e drejtuesit të partisë, qoftë në rreth, antari i kryesisë, po qoftë në rreth, qoftë edhe në qendër, antari i Komitetit Përgjithshëm Drejtues, antari i kryesisë PS-s deri në 2009. Në 2009 e mbrapa vetëm thjesht antari i PS-s edhe simpatizant të përkrahësisë saj. Pse u bëra me Partinë Socialiste? Po ngjarjet rrodhen në mënyrë ndoshta edhe jashtë dëshirës time. Unë isha një gjeolog dhe punonja në ekspeditin gjeologjike të Përlatit në atë vit. Në Mirdit? Në Mirdit. Një shokë imi që erdhi pas 3 vjet pas meje, ne ishim moshatar, pa ai kishte mbaruar shtërinë, pastaj marrë në fakultetin e gjeologjisë. Ai mbasi punoi një vit punë, kërkoi të hynte në parti. Në atë kohë hyrja në partinë e punës. Partinë e punës. Se kuptojnë këta të rinjtë, duhet t'ia shpjegoj. Partinë e punës. Në atë kohë ishte ne marsim të lartë, pranoheshim në rast veçantë, nuk pranoheshim, ishin nga klasa punëtore, nga tjerat, po edhe inxhinier që ishin direkt ndoshta në raste të rralla, por drejtimi ishte tek fshatarësia dhe tek punëtoria. Ai kërkoi të hynte në parti, mori rekomandimet nga Fakulteti i Gjeologjisë, ku ishte rregull, mori edhe rekomandim atje. Edhe kërkojmë të hynte në parti. Mirë po, rregulli ishte që duhej pyet kolektivi ku punonte. Dhe u bani mbledhje kolektivi, edhe u shtru problemi të filani ka kërkuar me hyrje në parti, që mendimin keni. Unë kisha 3 vjet e ca në atë kolektiv punonësish, dhe për çudi qohen gjithë punonësit thonë jo, duam Viktorin. O i them jo, sepse vuni shumë pozitë, para s'kisha bërë si kërkesë. Nuk që bërë kërkesë? Jo, edhe s'kisha në mend në finja fushës politike, kisha nda mendin që të merrem vetëm me profesionin tim. E dyta më vinte shumë zor nga kolegu im, se dilte sigur mos i kam bërë na i prapasken atij. Mas shumë debatesh, nuk u bindën gjallë ata, thanë, po mirë thanë ti pranojmë të dy. Viktori para, ky mrapa. Po nuk lejohej punë se një kërkohej, edhe kështu, aty ky ishte sekretari i byros partisë në marrës tonë, edhe sa për doli nga mbledhja dhe tha tash i përgatit dokumentat. Jo, i thëmë jo. Në cilin vit ishte kjo? Kjo ishte viti 83. 83? Pa, 1983. Përgatit dokumentet, jo nuk i baje. Se s'kam kërkuar, ka kërkuar kolegu im, nuk kam kërkuar të hyj në parti. Jo s'jam në kundër, kam ndonjë problem. Po jo, unë du të punoj.
Atëherë tha tash nuk luajmë, tha sepse punëtorët kanë vendosur dhe nuk luhet në këtë punë. U detyrova të bëj dokumentat. Po mirë, antari i Partisë Punës ishte i detyruar, antari i Partisë Socialiste pastaj s'ka qenë asnjëri i detyruar. Antari i Partisë Punës kam qenë deri në vitin se 3 vjet ishte ishte kandidat partia stash. Po pastaj u vënote sa merrte në shqyrtim, unë jam pranuar dhjetorin e 1987, antar partie. Po ti kur po binte regjimi, kur ishte të urrëzue. Atëherë ti bësh antar i partisë. Kështu ndodhi. Pastaj antar i Partisë Socialiste. Pastaj antar i Partisë Socialiste ishte delegat i Kongresit kur konvertua nga Partia Kongresit. Kishte delegat, kishte aty. Isha edhe deputet dhe delegat. Isha aty. Edhe në kohë isha kryetar komitetit. Çfarë ka mbetur në mendje nga i Kongresi 10? Nga Kongresi 10 ka mbetur mendje vetëm një gjë, seanca mbyllur. Seanca mbyllur, pa medje, pa gazetar. Në seancën e mbyllur, qohën e flasin gjithë anëtarët e Byros Politike në përgjithësi. Me përjashtime të rralla, mund të nigjonje nani, sepse nuk u nigjon. Në që kuptim? Në kuptimin e nuk artikulonin asgjë, nuk ishin fare pik mendimi, nuk dinin si që po ndodhë asgjë. Po si kishim atjene? Me sa duk ishë dhe të qoroditur si që po ndodhë. Dhe unë kujtohet atëherë që në pushim të seancës parë, që folën sa, ne qëlloj ne delegatët mirë ditë që ishtë në rreshtin e dytë. Në rreshtin e parë ishte Ramizalia me sa të tjerë. Edhe më bën një pyetje Ramizalia, kishte bën dikur një përplasje në kur ishte deputet në Komitetin Qendror, edhe më tha si tu duk. I thash të bën një pyetje, bëj tha. Këto që folën sot i thash, kaq kanë patur gjithmonë apo sot janë të çorientuar siç po ndodh. Edhe më dha një përgjigje në fakt shumë të specifike. Ramizi. Shumica këtyre tha sot kanë lexuar mendjen e tyre. Deri më dje kanë lexuar mendjen e këshilltarëve. Këshilltarët i kanë pas shumë të aftë. Kjo është e përgjigje që më marrë zeli. Prandaj ata dolën aq keq. Edhe pranë ato u dukën. Tani aty antarët e Byros Politike kush ishin? Ishte Adil Çarçani. Adil Çarçani ishte fotoqami, foto kuptohet që ishte profesor, ishte niveli tjetër, Rito Marko, Qirako Mihali, Lenka Çuka, ishin. Tani më tregojnë që atë momenti që ju hodhën fyt drejtori i gollit, sepse drejtori mbajti një fjalim të drejtë për drejtë, që tha i vetmi që foli hapur dhe nga ata që sot nderohet me atë. Në fakt, drejtori Golli foli tamam, foli edhe për ca të meta që kishte Partia e Punës dhe Enver Hoxha. Thonë drejtori nuk mund të quhej kur drejtori që ishte tradhtar. Drejtori kishte qenë partizan, kishte qenë. Çu i thirrën, po, ka qenë partizan, ka qenë gjithë kohën i lidhur me antar i Komitetit Qendror, deputet disa vite. Po jo, i thirrën aty tradhtar. Po tradhtar sepse tentoi ndonjëherë që të bënte një veprim. Kongresi kishte nga gjitha kategoritë, kishte nga kategoritë tepër konservatore, kishte nga kategoritë që ishin çik më të motoruar dhe kishte të tjerë që ishin shumë entuziast për ndryshime që do të bëhen edhe brenda Partisë Punës. Edhe ato që ishin shumë konservatorë, ato u turrën tradhtare, që gati ndërprer dhe fjalën, por pastaj qëndrimin me dinjitos e ka marrë Xhelil Gjoni. Xhelil Gjoni. Në kohën kur u zgjedh Komiteti i Përgjithshëm Drejtues, kur u propozoi emri drejtorit, pati shumë zhurmë. Edhe atëherë quaj Xhelil Gjoni, Xhelil ishte burr i zgjuar shumë. Quaj Xhelil Gjoni, thotë Gjoni, mos bëni zhurmë, thotë, se para dhjetare konsekuent aty ku vën këmbën drejtori Golli u vendos kokën. Edhe kjo e mbylli gjitha e sapat. Kështu tha dhe drejtori pasi u zgjedh antari i Komitetit Drejtues, antari i kryesisë, deputet nuk diskutohet. Dhe i meritonte gjitha. Se Fatos Nano kishte qenë kryeminist dhe u zgjodh kryetari i partisë. Po. Tani kush e tha atë frazën që ne humbëm një kryeminist, po fituam një kryetar partie? Aty në fakt aty e tha, me sa duke më sa më e ka thënë Xhelili, se Xhelili drejtonte gjithë punën e Kongresit. Sepse Fatosi fillimisht nuk pati shumë rezerva për të pranuar. Po, sepse mendonte që është një parti konservatore me shumë probleme dhe pastaj, masi folën dhe shok tjerë, Fatosi e pranoi. E mori ishte zgjedhje e duhur? Edhe ka shumë e duhur dhe ka me ti fjalim nëse ju kujtohet atëherë kur zgjedh. Çfarë tha? Ai shpalosi gjithë filozofinë që ku do të shkonte Partia Socialiste.
Ajo që ndodhi. Ajo që ndodhi, me gjithë që ndodhi. Tani ndryshimin e emrit kush e bëri? Ndryshimin e emrit. PPSH, PS. U bë me propozim. Pati shumë ide. Kush ishte ide ato? Jo, ishte grupi organizator që kishin bërë. Kishin disa propozime. Po kishte një mendje të zgjuar aty se tani grupi organizator tani mund të ishte edhe Lenka Çuka. Aty ishte vet Fatosi, ishte Ismail Leshi, ishin këto njerëzit më të kualifikuar të PS-së në kohë. Po mirë, dakord, okay, zoti Doda, po mirë, pse s'u bët me PD-n, po bët me PS? Nuk e bën dot me PD-n, sepse në atë kohë unë kam qenë në shumë drejtime në Mirdit. Kam qenë drejtor normare, shef seksionit, komitetit exekutiv, sekretar komiteti, nën kryetar komiteti dhe kryetar komiteti. Po pse ata që kaluan te PD nuk i kishin këto? Kush? Ja, Mirdita, s'pa nuk më shkonte. Ishte unë i quajnja si forca karakterit tot mirditor është gjë ndryshe. Sepse unë duke qenë gjithë funksione, edhe të fillosha pastaj në 90 apo 92-shin kalosha me PD-n, kjo nuk ishte normale. Aq më tepër që unë kisha hyrë pastaj pavarësisht në ngjarjet, po kisha hyrë dhe me binje, edhe në PS, edhe në Partinë e Punës, edhe në PS. Nuk mund të them që hyra pa binje. Hyra me binje, nuk kisha rezerva. Kisha sa rezerva për problemet që ndodheshin atëherë. Por ama nuk kisha hyrë që jo po më imponoj njëri. A rritët në gjithë qeverisjen dhe funksionimin e Partisë Socialiste ato që ju ideuat dhe menduat në atë kongres? Tashi, ato që ka një shprehje popullore, e thana me të bërën janë që ka distancat mëdha nga herë, edhe nga herë janë pak krahasueshme. Që është vërteta, veçanërisht nuk them në fillimet e saj të partisë, se partia duhet të reformohet, duhet të organizohet me tjetër mentalitet, me tjetër statut, me tjetër program, por pritshmëria e gjithë shqiptarëve, sidomos në 97-ën e mbrapa, ka qenë jashtëzakonisht e madhe për Partinë Socialiste. Dhe në këtë pikpamje, du të pranojmë të gjithë ne, edhe unë që jam sot përballë jush, që ne du të rikojmë, kemi shumë aspekte të kërkojmë ndjes të popullit, që pse nuk i përmushëm si që duhet, qoftë ato, absolutisht po. Edhe gjithë bashkëpunëtorët e mi që kanë qenë në nivele drejtuese, du të kërkojmë ndjes gjithë shqiptarëve, sepse nuk i përmushëm sa si duhet të gjithat pritshmëri dhe ato premtime që u dhanë në 97-ën. Pavarësisht nga shumë gjëra që ndodhen, një 98, ajo lufta e Kosovës, jo shumë gjëra tjera, por kishte vend për të korrigjuar shumë gjëra. Okej, dakord, kjo është një deklaratë qytetarie shumë e rëndësishme që ju bëni, po përgjegjësia më e madhe e kujt ishte e kësaj që ju e thatë? Po përgjegjësia më e madhe kuptohet se ishte në radhë parë shtabit politik partisë, kryesisë partisë, komitetit drejtues të saj, pastaj edhe qeverisë, edhe grupit deputetëve. Do dhe në Fatos Nanës? Po me gjithë shumë të mira që kishte edhe ca përgjegjësi dhe Fatosi. Na thoj ca të mira dhe ca të këqija. Fatosi për mua s'pari herë ishte një pikpamje politike, Fatos Nana ishte një 20 vjet e ca para partisë. Para partisë? Bukur fare kjo. Do Fatos Nana ishte 20 vjet para partisë. Me mendimet e atij ai ishte arifshin shumë larg. Fatosi kishte në uhatje jashtëzakonisht të thellë në çdo drejtim. Mjafton të ngjonte fjalën e parë që thushe dhe ta lexonte gjithë mendimin. Edhe ishte njëri që delegonte shumë pushtet, ishte njëri që i pranonte kritika dhe reagonte, ishte njëri që e pranonte dhe këshillën dhe përsëri reagonte. Kjo ishte pjesa e mirë. Tani na thoj çik këto pjesa tjetër. Ajo që ka një pjesë që unë ja kam thënë vetë, ai ishte momenti që nga një herë kur duhet të tregohej shumë i përgjegjshëm, tregohej shumë i papërgjegjshëm. Sa e bukur kjo. Domethënë kur duhet tregoj shumë i përgjegjshëm, tregoj shumë i papërgjegjshëm. Për shembull, na tregoj një histori. Kishte raste sa dush, kishte raste që duhet bërë një vendim i rëndësishëm, duhet qoftë politik, qoftë. Jo, çfarë kujtoni ju në atë eksperiencën personale? Unë kuptoj rast me te. Në vitin 2003 kur pati përplasje në të famshin pastaj që nga KPD. Po nga KPD-ja pastaj në rapa në qeveri me Metën, Fatosi tash ishte një dilem, çfarë të bëjnë? Tash ata ta menjanoj apo të mundohen të bashkëpunoj. Që është e vërteta në atë mbledhje që ai mori një Super Giro,
Iliri i Fatosit nuk kishte absolutisht as imkat, sepse të gjithë ne ministra na pyeta, ishte ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeministër, nuk kishte imkat. Jo, okej, më fal që ndërpres. Okej, po ai tha prapa më vjen historia, tani ky Fatosi ka 20 vjet para. Kjo ishte në komitet të përgjithshëm drejtues, bëhen fjalë. Kjo ka qenë në kongres. Në kongres e partisë? Atë në kongres. Unë flas për drejtimin e qeverisë. Prapa vjen historia, tha, dhe ju tha zbrini të thëmbrat. Tani kjo nuk është 20 vjet para, themi realisht. Tash ka dhe lejthitjen sa rastit që shpëtën llafet. Dhe në atë moment Fatosi për çudim kërkon mua, më thot, hajde çik thot bisedojmë. Edhe më pyet, ora thot çat bëjnë me këtë Ilir Metën, hala si kishte filluar mendimin. Kishte raste që ishin për plasje o rregullonin. Bini vetë i them, shoku Fatosi thash, ne nuk mund të durojmë për plasjet grindjet tuaja me Ilir Metën. Dhe unë thash jam i parimit më mirë një fund i të mërshëm si të merr pa fund. Ndaj e sapet. Kështu i ka thënë? Po. Por thash kam edhe gjë tjetër. Ne ishna në vitin bëhej fjalë ishte 2003, zgjedhjet ishin 2005, edhe i bëj i them edhe gjë tjetër. Në parlament, kur bojnë ndryshim qeveri, ne grupi Metës nuk na votonte. Pra në ra mazhorancë. S'kishte mazhorancë. Dy ministria atëherë ngelin me zëvendës ministër, kanë ngelin. Po, e maj mend. Ministria e Brendshme, Igli Hasan, Ministria e Jashtme. Po, Ministria e Brendshme, Igli Gjitoska. Po, Ministria e Brendshme edhe Ministria e Jashtme, se u propozuan. Me Luana Idaraga. Edhe unë i vetëm zëri, them që është punë, tash të ka ra mazhoranca. Bashkarisht do bëjmë një bisedë, bëjmë, tha. Unë këtë hera parë që e thëmë publik. Thotë, i them, do t'jep dorëheqjen edhe unë, nga ministër, tash ti ngelesh me 3 ministër që nuk ke mundësi, që nuk ke mazhorancë, ma, atëherë do të drejtohesh popullit. S'ka rrugë tjetër. 2003 ke thënë për zgjedhjet para kohës? Absolutisht, që të bëhen në vitin 2004, një vit para kohë të bëhen sepse ishte kjo punë ishin nga Korriku ose Korriku si shtatori, 2003. Po, do një periudhë. Do një periudhë. Edhe i thash se do të kalojmë zgjedhjet para kohës. Një vit të bëjmë zgjedhjet para kohës. Çfarë tha? Kisha parasysh si mitisin në Greqi, që në mandatin e tretë ai pastaj bëni zgjedhjet para kohës. Edhe fitoi prapë, pastaj ja la Papadreu. Ide është shkëlqyer, tha. Edhe thirri Ylli Manjani, Ylli është sekretari i përgjithshëm. Ylli Manjani? Po, ishte sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave. Po, çfarë i tha? Por i thot kështu më thot Viktori. Ylli i thot ide geniale, bëjnë thot. Kështu i thot Ylli Manjani. I mafi Ylli Manjani. Kështu i tha. Bëj tha, sekretari i përgjithshëm. Ylli Manjani pas ka thënë. Edhe pastaj mas sa kohësh më thirr prapë mua. Më thot nuk do ta bëjmë thot atë që tham. Po pse kush do na marrin pushtetin, ne këto të s'kan forcë me marrë pushtetin. Ora i thaj do na marrin pushtetin, se është dhe Iliri kundër nesh. Dhe unë ideni kishe që të bënim zgjedhje para se Iliri të krijonte parti. Se po të krijonte partia nga ne do merrte, do merrte nga PD-ja nga vend tjetër. Shumë zgjuar. Edhe këtë nuk zgjuarësi e mirëtitorit këtu. Këtë neglizhoi Fatosi. Para kjo ishte pa përgjegjësiria. Pse nuk do ta neglizhonte fare. Shumë e bukur. Tani zoti do ta i humbë zgjedhjet me sukses në 2005 dhe fitoi Partia Demokratike. Barazë më dolëm sa që humbë. Po pse e la pastaj? Po e la Fatosi, kishte damë me pozit. Po e kishte damë. Jo na shpjegoj këtë se është bukur kjo. Ja po them un kam. Çfarë ndodhi? Un kam rast. Un isha kandidat për deputet në PUK. Kisha marrë mandatin e parë 2005, isha mandatin e dytë. Që është e vërteta, i kam mirënjohje për gjithë elektoratin e PUK-s. Po pse në PUK jo në mirë? Po ashtu aty më dërgoj Fatosi, më dërgoj. Isha ministër transporti, më dërgoj atje. Edhe gjithë opozita mendonte që PUK-a e padiskutueshme që do fitojmë, e fiton PS-ja. Sepse unë isha shumë i lidhur me elektoratin gjithë kohën, unë gjithë shumë në djelë rrinja në PUK, nuk rrindi. Po? Mirë po, edhe PD-ja vetë i dinte këte. Kandidat i kundra me ishte Regje Puka. I PD-s. Po. Tashi u bën një skem jo mirë, sepse partitë e koalicionit ton nuk u bën një marrëveshje me partitë e koalicionit dhe gjithë kërkonin vota majoritare. Mirë, po kërkimi vota majoritare na dëmtonte ne. Ideja ishte që të merrin vota proporcionale, ne të merrim vota majoritare. Edhe unë ngel atje për 130 vota. 130 vota ka humbur? Po, kisha edhe ca njerëz atë si që janë këto qëndrimet mes kinet veriut që edhe ja dy bashki lutën kundra meje, pavarësisht ishin PS-s. Po? Dhe në Shkodër, në Malësit Madhe, kishte del balotazh. Dhe më qojnë vete në Amik Dokle, Padili Majko,
Edhe unë na caktojnë që të shkoj malësi të madhe për të mbështet kandidatin që ishte në balotazh. Ai ishte zona Dugagjinit. Edhe ç'a ndodhi? Ditën e fundit, para zgjedhjeve vjen Fatosi në një zonë aty, edhe për të bënë një takim për të mbështet kandidatin. Ishte gjithaj, kishte ardhur shumë njerëz, u fut mrena në një shkollë kur shumica ishin jashtë, folin ja 5 llafe, doli jashtë, marroi takimin tha. Edhe unë i them, "More ç'i bën?" Pse kaq pak? Pse kaq pak takim, ç'i bëj me këtë punë? E gjithë është puna, tha. Unë e kam vendosur tha që ne tash ne të dalim në opozitë. Edhe ta provojnë vetëm tha këto shok tonë mirë, tha, se si është opozita, me sa duket ndjehi edhe pak i lodhur dhe pak nga ato cërcmerrë që i banin pak i papërgjeshëm partisë. Edhe me sa duket ne kishte vendosur për dalë, sepse barazim dolim, nuk ishte ndonjë problem i madh. Mund t'i fitonte prapë zgjedhjet. Kush është Viktor Dota? Ndiqni insertin me 10 fakte. Dhjetë fakte për Viktor Dodën. 1. Viktor Doda është një nga politikanët shqiptar më të spikatur nga viti 1990 deri në vitin 2009. 2. Viktor Doda ka qenë pjesë e Partisë Socialiste që në themelimin e saj në vitin 1991, por dhe në organet drejtuese në kryesinë e partisë. 3. Viktor Doda ka qenë 3 herë deputet i zgjedhur në vitet 1987, 1991 dhe 1991 deri në vitin 1992 me Partinë e Punës së Shqipërisë dhe nga viti 2001 deri në vitin 2005 me Partinë Socialiste. 4. Viktor Doda ka qenë ministër i transporteve në qeverinë e Ilir Metës në vitin 2001, ministër i industrisë dhe energjisë në qeverinë e Pandelimajkos dhe Fatos Nanos nga viti 2001 deri në vitin 2005. 5. Viktor Doda ka qenë kryetari i Komitetit të Mirditës nga viti 1987 deri në vitin 1992. 6. Viktor Doda është me profesion inxhinier gjeolog, i diplomuar në Fakultetin e Gjeologji Minjerave në Universitetin e Tiranës në vitin 1979. Ai mban gradën doktor i shkencave gjeologjike. 7. Nga viti 1979 deri në vitin 1987, Viktor Doda ka punuar nga inxhinier gjeolog në minjerën e bakrit në Gurt Spaç, Perlat dhe deri drejtor i ndërmarrjes gjeologjike Rubik. 8. Në vitin 1984, Viktor Doda është vlerësuar me çmimin e Republikës për zbulimin e burimit të bakrit në Perlat të Miritës. 9. Viktor Doda ka qenë drejtori i përgjithshëm i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar që nga viti 2013 e deri në vitin 2017. 10. Viktor Doda është autori 15 punimeve dhe projekteve që nga viti 1981 e deri në vitin 1997 që kanë të bëjnë me vendburimet e bakrit në vendin tonë. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit, kthehemi në studio, ndoqët inserti me 10 fakte, po ndoqët edhe një hapësirë publicitare. Faleminderit institucionit monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin e kalor këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kudo. Zoti Doda, kur i shikon kështu këtë insertit, ato janë të përmbledhura, si duket jeta jote? Duket që kanë qenë, janë zhvilluar para një viti, para javë, po ka shumë vite që kanë kaluar. Që nga 1979 deri më sot. Një karrierë me të vërtet shumë interesante dhe me plus suksese. Do ta përzijmë bisedën me fotografi, po do doja të bëja një pyetje këtu dhe pastaj do vazhdojmë. Nga kalimi në opozit, ndodhi që kryetari i Partisë Socialiste u bë Edi Rama. Tani kjo është pyetja më e rëndësishme që u bëhet ju të vjetërve. Si është dallimi? Si ishte Partia Socialiste me Fatos Nanon? Si është Partia Socialiste me Edi Ramën? Ku ndryshojnë? Çfarë dallimi ka? Sigurisht ka dallim.
janë dhe kohë të ndryshme, ka dhe faktor dhe aktor të ndryshëm, që është vërteta, unë ruj konsideratën, jo unë, po mendoj edhe gjithë Berezim edhe të tjertë, rrën konsideratën me të mirë për Fatostanën në kohën që ai ka drejtu Partinë Socialiste, pse edhe qeverinë. Si të sa që unë kam punu me 3 kryeministra, po për mund kryeministri më i mirë i gjithë periudhës tranzicionit mbetet Fatostana. I gjithë tranzicionit? Gjithë tranzicionit. Mes 9 kryeministra janë ato? Absolutisht. Edi Rama ka përshkojnë 16 vjetë? Mirë, Edi hala se ka mbyll, po flas për deri ato, Fatostana mbetet kryeministri më i mirë. Të gjitha po ti mbarësh bashkë të Fatostanës, nuk bëhen 4 vjetë. Edi Rama përshkojnë 16 vjetë? Kurse, përse për këtë partisë, Fatosi ishte, thash, kishte koncept absolutisht perëndimor, nuk ishte letë që një parti pune me ato probleme që kishte, edhe kishte trashigu dhe kote mund kishte thëllu maksimalisht, ta revolucionalizoshe, ta bëshe një parti social-demokrate të tipit italian, të tipit europian, sa që të pranohe dhe internacionalin socialiste, nuk ishte letë, ishte jashtëzakonisht e vështirë. Kjo është meritë e Fatostanës? Absolutisht. Meritë. Po tani Partia Socialiste me Edi Rama? E dyta, që do vidha aty, e dyta, Fatosi ishte jashtëzakonisht e demokratizoi shumë partinë. Asnjë vendim nuk merrej pa diskutu me bazën, në organ drejtuese të bazës, pa diskutu në organet drejtuese, si ka bërë sot PS-ja, në grupin parlamentar, në komitetin e përgjithshëm drejtues. I diskutonte? Edhe në kryesi, nuk mund të vaki. Sigurisht mendimi i kryetarit kishte atë peshën e vetë, por ama ka patur edhe raste që ati janë thyë dhe vendimet janë këthy mrapësht. Mbarove me nano? Po. Jo këtje, po të bëjmë këtë tjetër. Jo, mbarove me nano? Tashi, vinë këtë tjetëra. Edi, kur unë kryetar partia, në fakt ishte figura, masi në dato rejqen Fatosi, që figura ma goditur e PS-s, për shumë arsye. Kuptohet përballë kishte Partinë Demokratike dhe kishte Sali Berishën, që realisht është në qëndrimet e veta është radikal. Nuk është i modernu. Edhe unë këtë mendim e kam e që faqë do të shfaqë sa të kemë frymë. Sali Berishë është radikal. Nuk është njëri që kërkon mirë kuptim, që kërkon paqe, që kërkon përplasje alternativa, shaj kërkon përplasje deri fizike. Edhe këto për mua janë papranueshme. Kurse tash ne duhet një figurë e fortë përballë Sali Berishës. Vërtet kandidoi Recep Mejdani që si ishte për atë? Kam vlerësime jashtëzakonisht të mëdha për te. Po masës ishte për atë kohë. Ishte për i kohë në këtë më vonshme, jo për atë kohë. Ishte i parakosh? Ishte i parakoshëm, sepse a ishte shumë i kulturuar, ishte një president që për mua ka dhënë vlera, në i në mësu që presidentit të bërtas e të gërthas, po jo, Recepi ishte jashtëzakonisht kulturuar, ishte shkencëtar, ishte njëri shumë i matur, kishte gjitha vetit e mira. Unë mund të flas me shumë respekt për dy presidenta, mund të flas deri më sot, për Alfred Besiu në Recep Mejdani. To kanë qenë për mu dy figurat me të ndritur të asaj presidente, pa mohuan e punë e tjerëve pastaj. Me sa duket tash Edi kishte ardhur nga bashkia, ishte mësuar atë për sferën me përplasje me ekzekutivin, me. Po dinte ti dilte zotat Berishës, ë? Por realisht unë kam qenë antar kryesie dhe nuk mund ta mohoj se deri në 2009 kam qenë antar kryesie, nuk mund të antar kryesie në 2015. Jo, po i kishte fajet Edi në antarët e kryesisë nuk kishte asnjë faj. Nëse kishte faj, kishim edhe ne faj, nuk kishte vetëm Edi. Për çfarë? Për mënyrën e komunikimit, për mënyrën e si respektohen institucionet e gjitha, që në fakt në atë kohë kanë qenë tamam u respektoshin të gjitha institucionet. A i funksiononte 2005-2009 si Fatostana? Jo si Fatostana, se Fatosi është shumë ma liberal në këte punë dhe shumë. Por ama ishte ndryshe, se cili ka stilin e vetë drejtimit, edhe të partisë edhe të qeverisë. Pastaj me vonë, me sa duket, me qenë se u zhvillu shumë teknologjia e informacionit, edhe ai merrte informacionet nga gjitha anët, edhe nga baza, edhe këtu nga qendra, ai merrte vetë edhe pastaj sigurisht e vendosa dhe kryesia diskutoa, dhe komiteti drejtues diskutoa, të gjithë diskutojnë. Asambleja. Sot nuk diskutojnë fare? Ja, diskutojnë, po ka seanca që i jep media, ka seanca që si jep media. Zoti Doda, të respektoj shumë, po unë i gjë nuk kuptoj. Po? Ju erdhët nga Partia e Punës dhe nuk e njihni demokraci, nuk e njihni në tregtinë e lirë, por ishit më demokratik se sa këta që janë fëmijët tuaj sot mosh, që kanë studiuar dhe jashtë Perëndim, edhe nuk kundërshton njëri Zoti Rama, nuk e thot njëri me kundër. Këtë s'e kam kuptuar ndonjëherë. Ka ca gjëra. Por shembull, unë po them për paktën për vojën time.
Çdo detyrë që më është afruar që nga drejtor deri ministër, unë nuk kam thënë asnjëherë jam gatshëm, jam ushtar. Jo, kam thënë jo. Në disa raste kam kundërshtuar, në disa raste kam thënë të shikohet edhe një herë ky vendim se unë kam këte. Dhe vendi punës kërkon këte. Unë jam përplasur edhe me Len Kaçukën, në Komitet Qendror në 1989, kur më thirrën për këtë rrethi. Sepse ishte i paradoks. Kryetar komiteti. Hiçi kryetari i komitetit që kishte qenë agronom, kryeagronom, përgjithë sektori, kryetar kooperative. Edhe deri sekretari i komitetit partisë për ekonominë, se ka shku bujqësia keq, e përpasoj furnizimin e popullit, e dove më rosha unë inxhinier që s'kisha haber që është bujqësia. Të thirrën zyrë nga çu? Po. Dhe kundërshtove aty? E kundërshtova në zyrë. Po çfarë tha? Më tha, më çfarë, më si pas shumë debatë, më tha dil pak jashtë, majti ishte. Të dhuri jashtë? Po më zori jashtë bashkë me drejtorin e kuadrit. Dhuri jashtë? Më zori jashtë në paradhom. Si ishte Len Kaçuka? Për si që e ke njohur? Jo, unë se kam njohur fare. To, më njohur e se nuk ashtë... Jo, se kam njohur. Se kam njohur unë. Nejse... Po si ishte? Ishte ditur, kishte... Apo isha shumë si që thosh? Ma tashi, ajo ishte, sepse vitën, ajo marsim të lartë ishte, kishte drejtu edhe ekonomi bujqësore në Lushnjë, kishte drejtu partinë në Lushnjë. A ishte mjelse? Po, fillimisht shu kanë qenë, dhe nga punëtor kanë ardhe jenë bonë... Jo, si mori diplomën, e? Ishte pa diplomë? E ka marru shkollën, e marru shkollën? Po, ka marru shkollën, absolutisht. Sa jo nga mjelse u bë antar bërës politikë? U bë kryetare kooperative, pastaj nga aty u bë sekretare e parë e Firit, nga sekretare e falni e Lushnjës, nga aty ka erdhi. Po ty ta pas ka mbledhur, pas kanë dhënë për jashtë. Jo, ajo të kishte tjetër arsye, duke qenë shumë mirë unë mosh, ajo mendonte se çfarë është ky. Edhe majti ish kryetari në rrethit, që do lëvizte me pyet. Edhe atëherë masi e pyeti ata më thirri mua përsëri, edhe më tha, tash i tha, nesër do bën mbledhja e këshillit edhe ti nuk du të kundërshtosh në këshill se ndryshe ke pasoja. Edhe unë i thash, po, do të them fjalë për fjalë që thash ty dhe them në këshill. E sigurisht pastaj atëherë nuk ishte rastet rralla që po i merre i vendim mos zbatohej. Kishte rastet rralla që të tërhiqej. Nuk po mor vendimi do zbatohej. Po? Tashi, vim tu tashi këto drejtë sot. Këto 300 sot të gjithë kërkojnë. Thonë që të kërkosh të bësh karrierë do të jesh i herë shumë mjaft në profesionin tat. Do të kesh dhënë kontribute në profesion. Pastaj do të kesh dhënë kontribute në aspektin shoqëror, në aspektin partijak, në aspektet tjera. Mos i mërti. Që të ngrihesh në përgjithësi. Që të ngrihesh në përgjithësi. Këto sot tash ky. Do ndër ministër. Me këtë unë nuk jam. Nuk mund të zgjidhet tjetri veçanërisht në nivele të larta drejtuese pa një përvojë. Pa një përvojë të mirë profesionale, pa një përvojë të mirë shoqërore, pa një përvojë të mirë politike dhe pa një përvojë, pa një karrierë në fushën e drejtimit aty ku të shkojë. Sepse vërtet ke aparate, vërtet ke këshilltare, vërtet ke gjithë tjerat, po në fund ai që vendos është titullari, ai merr vendimet. Jo, unë them dhe gazetarëve të rinj, zoti Dodaj, që dikur Partia Socialiste, kur për të emëruar një ministër, bënte mbledhje kryesie, transmetoi live, kishte 3 kandidatura, deri 3 kandidatura dhe votohej. Është vërtet. Ndërsa sot, po. Çdo prezant që është në sallë, çdo personazh që është prezant në sallë, e merr vesh që bëhet ministër siç e marr vesh unë që dëgjoj, shikoj televizor dhe ju. Tani, si është kjo? Ka disa raste që mund të ndodhi kështu, po jo gjithmonë, sepse unë jam i bindur, sepse kam parasysh edhe veten time. Unë asnjëherë s'jam ngrit në detyrë, pa më thënë që orë kemi menduar me çu këtu. Po tani patë ata të gjithë atje, Ministrin e Drejtësisë që s'dinte asgjë, kandidatja për kryetar bashkisë s'dinte asgjë. Ndodhin këto. Po jo, çka ka ndodhur me demokracinë në PS? Po nuk është mirë të ndodhi kështu, edhe këtë po them, nuk është mirë të ndodhi kështu. Është mirë që të ndodhi sepse në atë kohë ne as i ministër nuk vendosej pa marrë dhe pëlqimin e grupit parlamentar. Grupi parlamentar është strukturë politike e PS-s. Tani, për ta mbyllur këtë se do fillojmë fotot. Si ka mundësi që Partia Socialiste nuk është më, ju thoni që nuk është më demokratike se atë? Jo, nuk është, unë thash ka ndryshuar kohët. Jo, atëherë po ta bëj pyetjen direkt. A është Partia Socialiste sot më demokratike se sa Partia Socialiste në kohën e nënës? Do të përgjigjemi çik ndryshe. Do të them që përfshirja dhe respektimi i institucioneve që nga baza deri në qendër sot nuk respektohen si respektoheshin në kohën kur partinë drejtonte Fatos Nana. Çfarë do thotë kjo që Rama është autokrat? Kjo do thotë atë që ne kemi nevojë që në Partinë Socialiste, po në parti tjera, po kur them për Partinë Socialiste, ne duhet të luftojmë që zhvillojmë sa më shumë demokracinë e brendshme në parti. Dhe po nuk bëjmë këtë,
edhe demokracinë pastaj në zhvillimin e vendit do të vijë me pasojë, do vijë me efekte. Edi Rama mund të ketë drejt të thotë ty, që se do ishe kështu, o Viktor, më falej, po të drejtove emër. Unë e kam drejtuar Partinë Socialiste në 4 fitore. Dusha ju me zi fituar 2 mandate kështu, do dhe në cop ishte të i dyti. Edhe këtu mos harrojmë që edhe individi e ka meritën e vetë. Ka meritë Edi Rama? Absolutisht po. 4 mandate kështë parashikuar në që do... Kur? Unë që jam këtu, dhe që jam, po të thënë, jam fanatik i PS-s, unë më se 2 mandate nuk isha parashikuar Edi Rama. Po si arriti? Edhe kur kam marrë tretin, kam shpëdëgjyë, dhe në të 4 kam thënë nuk e di, ne i që di. Dhe po të thëmë edhe i të fund. Si e ka rritë? Po të thëmë i fund që kam menduar unë. Kur vajti në Vlorë, që vajti lumin e Vlorës, që ullë të sofra lumin e Vlorës, edhe... Që shkruajti ato? Shkruajti ato, dhe varianti ishte 78-88. Po. I tashun asë njerë nga këto në këtë dalin, janë logoj po ba qefin atyre të lumit Vlorës, edhe i doli i dashur 83. Po jo, po pse? Bravo i qoftë. Ka aftësi? Një ka i gjatë. Qa ka? Adi si është. Edi Rama ka i gjatë që bravo i qoftë edhe unë që më shumë. Ka anën pozitive, edhe po dushti i them edhe pozitive. Sepse aji është jashtëzakonisht punëtor. Aji që ditën që marojnë zgjedhjet, kur kanë marrë zgjedhjet me 11 maj, aji është të mendu për një stenantër. Ne, i karikon shumë mirë strukturat të partisë, i karikon shumë mirë njerëzit, se thonë këto patronazhistët flasin këto PD-s. Ore, patronazhistët është norma, është rregull, e bën gjithë bota këtë punë. Jo, PD-ja se bën. Se bën PD-ja. Kush? S'di të bëjnë. Që di bëjmë në PD, s'di të bëjnë? Pastaj po them, qa socialisti që je Viktor Doda. Që di bëjmë PD-s ta? Pastaj po them një gjë tjetër. Atë që ka thënë vetë Sali Berisha. Që? E pyte njëherë Sali Berishën që po sillesh ashpër me opozitën, nuk po e lënë si hapësira si gjë. Edhe u shpreh kështu. Opozita thash për të respektuar, po për të mundun. Po PD-ja çdo parti lufton për të mundur kundërshtarin e vet. Edhe Edi Rama këtë punë, bravo i qoftë. Okej. Foto e parë? Këtu jam në shkollën e mesme. Këtu jam në shkollën e mesme në Rubik, në teknikumin e Rubikut. Me zgadi do të kem qenë në vitin e 3 ose të 4. Po? Unë kam marru në Rubik, bërbile mu bursa më ka dalë për gjimnaz në Rëshen. E ke bërë gjimnaz në Rëshen? Jo, s'kom bërë gjimnaz, kam bërë vetëm i vit gjimnaz. E kalove në shkollën... Se pastaj u dha një urdhër që nga në Rubik ishte hapdega metallurgjisë teknikum. Edhe urdhër nga Ministri i Arsimit që nga gjimnazi, na ishte 2 klasë, edhe njëra klasë do kaluje për gjeologji. Edhe unë e donja gjeologjin, edhe kalova në gjeologji. Pastaj ka marrë në Rubik. Këtu? Kush je këtu? Edhe jo këtu jam fakultet. Këtu kemi qenë në një praktik në... Ku je këtu? Këtu ju si vlezër të tërë? Këtu kemi qenë në praktik në Kaqinor, mos gaboj. Unë jam këte, ato janë shok tjerë. Po sa ngjanë me njëri tjetrin. Po, edhe kemi qenë... Këtu një fakultet në? Ishte në praktik mësimore në Kaqinor të mirë. Sepse janë qadra to, e? Qadra, po, aty flinë qadra. Me një pedagog tonin që unë e respektoj dhe përshëndes nga studia jote, Jorgo Vlaho, i burri shkëlqyer. Se e mban mend? E maj mend për shumë gjëra. Çfarë? Çfarë i dedikohesh? Ai ka marruar në Bashkimin Sovjetik në 60-të. Ka punuar 10 vjet në Kuks dhe në 70-ën ka ardhur pedagog. Edhe ai ishte jo vetëm ishte pedagog si gjithë tjerët. Orland sfera pedagogëve që kam gjetur në fakultet gjeologji, që kishin marruar gjithë në Poloni, në Bashkimin Sovjetik, ato janë të papërshtatshëm. Në kapacitete shkencore, në metodist në dhënien e mësimeve edhe njerëzor, tërësisht njerëzor. Foto tjetër. Këtu? Edhe këtu jam shkolla e mesme, në Rubik. Kjo është godina e shkollës. Atë ju jeni ai aty, me duart aty. Unë jam këtu me xhaketë që jam këtu përballë meja, po. Si ishte shkolla, sepse ky ishte e specializuar për gjeologji, po. Shumica e këtyre shkonin shkollë të lartë? Një pjesë dërmuese, po. Kush ishte mesatar? Po ata që mbaruan mesme? Shkollë punon teknik. Punon teknik në minier. Kishte zell, kishte dëshirë që të punonin minier? Patjetër kishin se punonim gjeologji, se na kena marrë për gjeologji. Gjeologji, po kishte në këtë në kërkimin e mineraleve në uzinat. Të gjithë ne këtu kemi marrë me dëshirën tonë. Ne gjithë ishte në gjimnaz, këtu që jemi këtu, të gjithë. Shkollë të mesme. Çfarë viti jeni këtu? Edhe këtu do të jemi nga viti 73. Jo vit 2, vit 3? Jo, në vitin e 3. Vitin e 3. Po.
Shumë e çuditshme. Ishin gjithë nga Rubiku Jo, apo ishin nga gjithë Zona? Nga gjithë Mirdita. Matura parë ka qenë nga gjithë Mirdita, kurse maturat e dyta mrapa kanë qenë nga gjithë Shqipëria. nga gjithë Shqipëria? Edhe nga Tirana kishte. Ç'a thua? Po kishte nga Tirana, po kishte nga Shkodra, kishte nga. Po ç'e ishte kjo dëshirë për të punuar në gjeologji? Po ishin shkolla profesionale, ishte meteorologji, kishte gjeologji, kishte miniera, kishte Dhe vini nga Tirana mësonin në Rubik? Po, në Rubik. Ua. Nga Tirana. Foto tjetër. Këtu? Tu në fakultet. Po? Tu në fakultet, kena qenë grup shoksh, edhe këtu mos gaboj kena dal përballë nga ana anësore më duket e filologjisë. Ky është filologjiku. Po. Po, Xhoni të filologjiku ju apo kishit afër? Po, kena histori të bukur që na thoti pedagogi joni, një burr i shkëlqyer, Anton Grazdani, kanë rrojet njës pas. Edhe mund kemi qenë ai ditë pushimi, po nga i herë ne kur fakulteti jonë ju dini ishim kodër në pyll. Po rrishim aty ne edhe sa shkoshim mësim, voronin 5 minuta, na thotë profesori, hyrim mësim filologjiku, po profesor, hyrim mësim edhe. E kishit shumë filologjiku, ne e kuptova. Foto tjetër. Këtu janë disa studentë. Këtu janë studentë që bëjmë praktikën. praktikën po të gjeologjisë. Unë kam këtë nga një reviste e kohës. Këto mund të jenë dhe të huj. Jo, këta Apo janë top? Jo, studentë shqiptarë. Që bënin praktikën, po ajo që më habit gjithmonë edhe bëra këtë pyetje që ishte kjo që të rinjt kishin dëshirë të studionin për gjeologji, për inxhinier, dhe të shkonin bënin praktikën, punonin për malen. Që t'jemi sinqert, jo të gjithë kishin dëshirë. Ishin sasja e drejta studimit ato i lidhë dhe nuk kishin nga të shkoshin. Kurse unë po thë për veten time, unë e kam patur me pasion, çdo dek tjetër po m'jepi unë do shkonja. Po jo, kishe nga ata që praktiksin pastaj se Po edhe kishte, vit parë kur kam qenë në fakultet, ne kishte gjithsej 15 vajza. 10 u larguan, vajtën ke ekonomi ku 5 ngelen. U thoshin Uritha. Uritha i thonë atyre që punojnë minjerës. Po jo, edhe kështu fakultet. Po kështu anë merte, edhe si fakultet. Foto tjetër. Kjo është uzina e Bakrit Rubik. Tani më foli çik për mineralin e Bakrit, që nxirret atje, po edhe për punimin e tij. Po, ti them të gjitha, realisht rrethet që kanë rezerva më të mëdha të Bakrit janë Puka, Mirdita. Bakri ka dhe në Shkodër, ka dhe në Rëhovë, me sasia vogla ka pas edhe në Borrell për vende të tjera. Dhe politika kohës atëherë për shfrytëzimin e lëndëve të para ka qenë jashtëzakonisht e mirë. Lese që nuk ka qenë gjë e keqe në sistemin e para 90-s. Edhe unë me këtë nuk do pajtohem kurrë, se bëhemi pa besueshëm. Do të themi çfarë ishte e mirë dhe çfarë ishte e keqe. Dhe ndryshe nuk jemi të besueshëm. Të nuk e bën për nostalgji? Jo, nuk e bën për nostalgji, këtë bëj për realitet, se e kam jetuar vetë atë. Atëherë na trego, si ishte me minerali Bakri? Në Mirdit, edhe në rrethet tjera, se ka patur metalurgji edhe në Kuks edhe në Laç, metalurgji Bakri. Po, ma e kompletuar e një ishte në Rubik. Në Rubik. Pra, gjeologjia kishte për detyrë kërkim zbulimin e rezervat mineralit Bakrit. Minierë kishte për detyrë shfrytëzimin dhe pasurimin e tij, ato që ishin të pasura i qonte direkt për shkërirje, metalurgjinë e Rubikut, pastaj nga metalurgjia kalonin në këtë uzinë, dhe ato që ishin të varfër u pasuronin dhe kalonin koncentrat deri 18%, deri 22% bakër, dhe përsëri vinin në metalurgji. Briketoheshin, boshin sy të briketura, ose boshin aglomerat, si i thonë teknikisht, ngurcohej dhe hidhej në furrë. Edhe prodhohej bakri. Atje prodhohej bakër blister. Edhe italian për herë të parë në Shqipëri kanë prodhuar bakër blister. Në cilin vit? Nga viti 40, jo më parë, apo 38. Kur ndërtua kjo uzinë? Kjo uzinë është ndërtuar, ka filluar punën, prova ka filluar në 67-ën dhe përfundimisht me çdo kapacitet punë 68-ën. Kishte rezerva të bakrit shumë? Sa ishin? Absolut, kishte rezervat Bakrit sa duk, se unë po të thëm vetëm një shifër. Në para vitit 90, prodhimi mineralit i Bakrit ka arrit deri në 1.200.000 tonë. Në Shqipëri. 1.200.000 tonë? Që edhe kromi ka qenë 1.200.000, 1.300.000. Dhe çfarë cilësie ishte ky mineral? Cilësia ishte nga ajo që lejonte teknologjia kohës 0.5% e lartë. Që do thotë që si mirë? 0.5% e lartë. Dhe për çfarë përdorej Bakri ky mineral? Atëherë ky bakër masi u prodhonte bakër blistë në Rubik, kalonte në uzinën e Rubik, u prodhonte bakër blistë edhe në Kuks edhe në Laç. Në Laç u prodhoshin edhe anoda, kurse në Rubik pastaj u prodhonte bakër elektrolitik, që ju merrshin të gjithë
elemente të tjere, ari, argjendi, selen, telur, e tjere, edhe pastaj bëhej një pjesë eksportohej, një pjesë bëhej bakër, vajrë barë, si thonin, kallet. Eksportohej ku? Eksportoja shtetit. Ku do këtë kishte? Ku do këtë kishte? Jo, ti e di shumë mirë. Në Kinë, në Gjermani, në Suedi, në gjitha. E kërkoni? Po si se kërkoni? Kërkoni, no? Po si se kërkoni? Sa paguaj, sa ishte çmimi? Atëherë ka qenë çmimi i bakrit ka pas shkuar edhe deri $2,200 për ton, edhe $2,500 për ton. Ishte konsiderueshme për ekonominë? Po, pasera, nga vitet 90, pastaj nga funi viteve 90, ra shumë, ra deri në $950 dhe ma pak. Po ra konjunktura, sepse ndodhen ndryshime gjithë lindjen. Për çfarë përdorin bakrin tonë ato jashtë? Bakri jonë tash, ato përdorin për telat holle, shumë të hollë, për elektronike, tjerë ishin problemet e tyre për çfarë përdorin. Kurse ne, pastaj përfundimtari i kene shkodër në Shkodër, në uzinë e televe Shkodër, që është ndërtuar nga kinezët. Atëherë unë do të pyes për atë, po tani rrim pak këtu, më ngasmove me atë që thatë që kishte edhe përbërje të arit edhe të argjendit. Tani si ishte bakri? Si funksiononte kjo pjesa e arit dhe argjendit? Domethënë, në mineral ku brenda bashkë me ari dhe argjendi ishin të lidhur, i themi në genetikisht me bakrin. Aty ku bakri ishte shumë i lartë, edhe ari ishte i lartë. Edhe argjendi për pasoj. Aty ku cilësia ishte ullët, por kishte edhe specifikime ku cilësia ishte ullët, ka parasysh për latin vendburim që kam punu unë, edhe bakri ari ishte i lartë. Dërshon të. A kishte. Si e nxirrit ju florinin dhe sa flori është nxjerrë për florin nxjerrë në përqeset metallurgjike, kuptohej që kur derdhej bakri i blister, bashkë me të derdhe dhe ari, kuptohet se ari ka pesh specifike të lartë, bashkë me barakën dhe ngilten ai qëndronte në kallepët e bakrit. Kur shkonte në uzinë pasi botë rafinimi përmes elektrolizës, bishin shlamet poshtë të gjitha, dhe këto shlame, bashkë me shlamet që bindi edhe ari, kur hiqin gjitha pa pastërtitë e bakrit. Se bakrit dilte me 99.99% bakër. Pra 1% ngele, 0.1% ngele i pa ajo ishte flori? Jo. Kishte dhe pjesë tjera që merë. A gjitha pjesë binin në shlamet. Dhe ky shlam pastaj merë dhe e përpunohej në një repart, që quhet elektroliza dhe reparti i elementeve të çmuar. I vendoseshin kështu në ato legjet. Ku prodhohet ari dhe argjendi. Aty? Aty. Dhe aty pastaj aty. Sa prodhohet? Sa arë është prodhuar? Mesatarisht në Rubik nga 67 deri sa është mbyll janë prodhuar rreth 200, mesatarisht 180-190-200 kg në vit. Arë në vit dhe shuma totale që ka qenë këtë 2,5 ton arë, që është depozituar. Po, atë depozituar në Bankën e Shtetit. Tani kjo depozitohej gjithë në Bankën e Shtetit. Çfarë bëshin lingota? Ishte lingota o bote që atje. Bëhesh atje? Tje bëjnë. Po dhe i sillin edhe vite këtu, depozitohet këtu. Pastaj këtu Rudina ka bën një mision me kimistin që e ka shoqëruar bakri, atë arin tonë ka qenë në Zvicër. Inxhinieri kimist i uzinës Rubikut, Nikol Marku, që atëherë ai ja depozitoi gjithë në Zvicër. Tani, një gjë nuk kuptoj, ata persona që merreshin atje që nga nxjerrja e floririt edhe deri te bërja e lingotave. Funksionoi gjë ata? Në minjer, në fabrikën e pasurimit dhe në metalurgji nuk ishin çami bën ato asaj sepse ai ishte nuk ishte pasuruar. Nuk ishte i pasuruar, se nuk e kapin dot se do të teknologji. Në uzinë po, në uzinë e Rubikut ishte ndryshe puna. Ato ishin njerëz të certifikuar nga çdo pikpamje edhe me një sekret të jashtëzakonshëm që nuk guxoshin as të flitshin, as të bënin ndaj veprim tjetër, që kontrolli ishte tepër rigoroz, dhe unë që isha kryetari i komitetit, unë atë raport një herë kam hyrë jetën time. Mirë. Po ç'ishin këta njerëz? Kaq besuar? Ishin ndershëm? Ishin shumë të ndershëm, ishin me turne, mos kujtohet. 3 turne? Me 3 turne. Edhe natën, ë? Po 3 turne. Ore, po si ku i gjetët atë të ndershëm? Shqiptari ishin këta më? Ai kishte forma sa dush për t'i mbajtë aty, sepse kishte institucioni shteti që i kontrollonte në gjithë. Patët ndonjëherë një ngjarje që dikush ka bërë tentativë? Asnjëherë. Tash unë po të them vetëm një rast që ta kujtosh. Po? Një inxhinier joni aty, një shoku to, nuk du t'i za emër, i shefi palë skelet syzësh metalik, po që kishin fillu të ciflosën. Edhe i thot, mi jep, thot, ti laj me argjent, ti rregulloj, ti laj me argjent. Edhe ja mori, ja la me argjent, nuk më e fjalë, mi la me argjent. Edhe aty u bon pak zhurmë, sepse i ka bon, tek i ka bon, ti të ruaj, shoku i shketi, ti këthe dhe i herët e laborator, ti a heq argjentin. Po që ishe kjo ndryshmëri? Nuk të falte kush në të kohë. Par kishte edhe ndërgjegje, po kishte edhe kontrol,
rrëpsisht nga gjithë strukturët e shtetit. Po mi çfarë bën sot foto tjetër? Çfarë bën sot me minierën? Me të gjithë. Ja, kjo është elektroliza. Kjo është këtu ndje ari. Këtu binte ari poshtë, sepse kishte solucione acid sulfurik të... Qa foto të kam gjetur? Shumë bukur e ke gjetur. Ka marrë malli? Po, shumë, unë kam hi disa herë këtu. Edhe këtu poshtë, këtu e në vaska gjitha, aty binte nga solucione, ishte anot katot, edhe për mes rrymës elektrike të vazhduar, pastaj bakri kalonte nga katoda kalote në anot, element tjerë bini gjitha poshtë në shlam, edhe aty u mblidhin dhe shkonin kjo elektroliza e arit e argentit. Po edhe argjend, Edhe argjend. Argjendi ishte në sasi më të vogël? Më të madhe, shumë më të madhe argjendi se sa ari. Shumë më të madhe argjendi. Bie 10 herë më shumë se sa, apo 20 herë më shumë se sa ari. Këta ishin të ndershmit e Mirditës? Jo, këto ishin elektrolistë, kishin që t'i banin e arit. Reparti tjetër... Tjetër, ti që ke ju njerë vetëm ti? Po, aty kom hion një herë. Vetëm njerë vetëm? Vetëm njerë. Pa të rëpësë më fute? Jo, do sa ta shoh se patimi përplasje herë me Shkodrën për cilësinë e bakrit, dhe unë vizitova gjithë repartet të uzinës. Foto tjetër. Po kjo? Të e metalurgjia Rubikut. Tu poshtë laboratori. Për para qendrës simulacionit, thot atyre, parti rafinimit. Po. To e në të uzinës, pa ato e në metalurgjisë. Në Rubik gjithmonë? Në Rubik gjithmonë. Por e, këtu më gjenë si ata si kombinati Elbasanit? Po shtukaj që metalurgji ishte ajo. Metalurgji? Metalurgji ishte furr, vetëm që ishte furr vatar gjaket. Po këtu laboratori? Këtu është laboratori. I mban mend këta persona? Po si mbaj mend? Si kanë emrin? Të gjithë. Jo, atë lart të kanë vinë që kanë marrë, këtë e mbaj mend, kjo Merita Tabaku, ne mbaj mend laborantët. Ose e bukur kjo. Edhe këtë e mbaj mend do frokun, këtë i qosh. Ja, e thot aty, nduhet froku, thot aty. Po, jo, do froku, po. Ja, e thot aty, nduhet froku. Ky qoshi ta nduhet froku. Po ata aty zotrinja aty, si inxhinier aty tjetër. To se nuk i kujtoj. Okej. Foto tjetër. Shumë interesante kjo. Po këto, në uzinën e telave. Tu mbaron, the ti, cikli. Tu mbyllet cikli. Ua, po si ka mundësi kjo Shqipëria ka që vogël, mbyllet ciklin me bakrin? Pra ajo qeveri që ne shajmë. Ai sistem, ai kishte disa gjëra shumë të mira, sepse bani një cikël të mbyllur gjithë bakrit. Përveç se futi fuqi punëtore, përveç se civilizoi edhe zona thella, se atë ku vinin njerëz nga gjithë Shqipëria punonin atje, edhe vinin kulturë, vinin inxhinier, vinin teknik, vinin gjithë Shqipëria, por merrte edhe të ardhur ekonomia. Dhe kjo uzina telave, që prodhonte tela dhe kablo të gjitha llojeve, edhe tensionin të lartë, tensionit të ulët, për instalime elektrike, eksportonte një sasi tela të holla shumë të hollë, u shkatërru komplet, se nuk punon. Por keni parasysh gjithë industrinë e ndërtimit në Shqipëri, sikur të gjithë telat e kablot ti prodhonte kjo uzinë. Dhe sot e kësaj dite ato janë më rezistent se gjithë llojet e telave të kablove që importojmë ne sot. Absolutisht. Çfarë mbulonte uzina e Shkodrës, prodhimi i uzinës së Shkodrës? Prodhimi mbulonte gjithë nevojat e vendit për kabulla, për linja elektrike, për instalime elektrike, të gjitha. Dhe eksportonin dhe jashtë? Edhe jashtë eksportonte. Çfarë cilësi ishin telat e Shkodrës? Të shkëlqyer. Pse nuk u mbajt kjo? Pse u shkatërua? Nuk u mbajt sepse Roland në Shqipëri ka ndodhur një çudi e madhe dhe mas e keni dëgjuar avokat Ngjela që thot ku shkon 500 fabrika uzina. Jo, avokat Ngjela e ka thënë këtë, por në një farë mënyrë se e kam pyetur edhe këtu. Po. Zoti Berisha më ka pranuar që në parlamentin, se unë e them shpesh këtë, në parlamentin serb, Shesheli u ngrit dhe tha ku shkuan $20 milion për destabilizimin e Shqipërisë, dhe Miloševići tha janë shkatruar gjithë fabrikat dhe uzinat. Dhe Berisha ka pranuar që është veprimi i UDB-s. Pse se ndaloi? Kush? Pse se ndaloi? Pse si shkatërron ku qenë veri? Te njëjtë gjë bënin ato edhe para. Pse si ndaloi Berisha? Si ndaloi se s'do, se në masi i belçej për t'i bërë kështu. Sepse që kur erdhi. Po. Ja ta them unë, ti mund të më thuash më ekstremist, thuaj çfarë dush. Ore i dashur, që kur erdhi në pushtet, erdhi jo terapinë shok, po shok terapinë. Të shkatërrojmë këtë gjë, se e ka ndërtu komunizmin në tërë të tjera. Të shkatërrojmë dhe format e bukës. Po, gjitha u shkatërrojmë. 500 uzinë në fabrikë. Pjesë e dërmon se u shkatërrojmë. A di që në mirditën timi janë thyjë gjithë dyqanet e fshatrave? Edhe fshatarët ngelen për 5-6 vjet ngelen nuk kishin ku blenin 1 kilo makarona. Po pse? Sepse kështu e ja kjo $20 milion. Ma teoriarën ato. Edhe nëse ka gjetë vend $20 milion, që ka gjetë vend pikërisht ke Sali Berisha, ke qeveria Sali Berishës. Se s'ka mundësi ta shkatërrosh vendin të fort. S'ka mundësi ta shkatërrosh. Edhe unë jam i këtij mendimi që po, ka gjetur vend. Le të më akuzoje kur dojet, më hedhim gjyqet, bëje çfarë doje. Absolutisht ka gjetur vend. Si ka mundësi ti je president, ti je kryeminist, ti je ministër, e të lësh vendin shkatërrohet te farfeje. Edhe ne kemi faj mbrapa pastaj, kur erdhët madhështatën që duhet i frenonim shumë gjëra. Nuk i frenom.
Frenum diçka, po jo gjitha. Po mirë, mund të rifillonte uzina e Shkodrës dhe miniera e bakrit dhe uzina e pasurit? Absolutisht po. Po pse s'u bë? E morin koncesioni kompani turke kur kam qenë unë. Po? Edhe në momentin pastaj unë ika dhe nuk u monitoruaj. Nuk monitorohen gjërat këtu këne. Do nuk monitorohet privati. Nuk monitorohet privati vëllai. Jo ka kushte në kontrate, do bëjnë shteti, nuk monitorohen. Sepse korruptohen. Dhe çfarë ndodhi pastaj me edhe ai nuk prodhoi fare, tash nuk i gjbohet me të se nuk jam interesuar se gjbohet me uzinë e tjetër. Uzina Rubikut ka ngel vetëm thjesht si Gërmall, ajo që thotë tash se do bëhet uzinë. Ka ngel vetëm anë ndërtimore që do bëhet tash uzinë për armatimin, se kur do bëhet nuk e di. Nga Bakri aty, po Bakri është, kemi rezerva Bakri? Kemi rezerva Bakri. Po punon në Mondelli kompani turke, punon në Spaçi kompani turke, Bakri nxjerrin ato, e bën koncentratë nxjerrin jashtë shtetit. E shesin. Kurse industria jonë është shkatërruar komplet. Po mirë, po edhe kërkimi i mineraleve këtu është problem, sepse kisha në vendin që jeni ju, kisha një shkencëtar shqiptar në Amerikë, Niko Qafoku, i cili tha, këtu nuk kërkohet, tha, se këtu mund të ketë edhe litium, tha. A ka litium këtu? Po, ka shenjë për litium. Çfarë thua? Po, ka. Se ai tha nuk e di. Ka shenjë për litium. Se sot tëra makinat elektrike punojnë. Unë kam qenë drejtor i shërbimit gjeologjik, ka një objekt në vendin, po ja u them, në qarkun e Gjirokastrës, që ka punuar ligjësi kompani private edhe ka zbulu shenja, ka zbulu litium. Ki përbi lajmë të jashtëzakonshëm. Edhe këte e din të gjithë. Që është baza e baterive të makinave elektrike. Po, edhe i shketi, a i bani e zbuli nuk ishte mundësi ma. Po, pse shteti ju nuk merret me këtë? Se kjo është pasuri kombëtare. Sepse masa duket nuk mungojnë mundësit financiare, nuk e di, por atë punë që ka bëjnë sistemi i parë në kërkimet gjeologjike të naftës, të mineraleve të ngurta i çdo gjë, është e parritshme. Po mirë, atë kohë kërkonit edhe se ju jeni inxhinier gjeolog. Kishte ar dhe minerare Shqipëria në atë kohë, sepse unë kam pasur. Kishte. Ku ishte? Se kishte. Dhe gjitha zona kishte. Ar kishte bashkëqyrus, nuk kishte vendburimi safiari siç ka Afrika. Po? Apo si që ka Rusia. Që ka minera ari. Që ka minera 100%. 100% ari. Po ari i bashkëqyrus. Po ku në Shqipë? Ka pas, për shumë ka qenë i minjerë që ishte qëqyrur me arsenopiritin në Gjazojt e Lezhës, që punon të e ka zbulu gjeologjia ti ka punu Rubiku, pas ta e ka zbulu gjeologjia Tiranës. Tjetër? Ka pas në Babje, në Librasht. Tjetër? E pastaj i shoqëru me këto... Po ajo në historia e Tomorricës që unë kam pasur një specialist? Jam marrë me zotin Dervishi, Berbile, ka bënë dhe një emision. Aty është punuar, ajo që thohë që një thesari i madhe gjithë ka punuar gjeologjia Tiranës, sigurisht ka punuar deri në vitet 90. Para 90-s? Para 90-s, pastaj u shput, nuk ka punuar më gjatë, sigurisht që duhet vlerësuar. Duhet vlerësuar? Duhet vlerësuar, absolutisht po. Po s'ka gjë, çdo gjë duhet vlerësuar. Jo, e di pse bëj këtë pyetje, se këtu bëj një buje madhe për atë naftën në Shpirak. Tani ti je inxhinier gjeolog. Sigurisht që ti si inxhinier nafte, po inxhinier gjeolog jo, si është ajo histori? Problemi i Shpiragut realisht nuk e ka zbuluar as shelli as kompanitë e huaja. Shpiragu ka zbuluar që në vitet nga mbesi viteve 70 mos gaboj, që ka qenë Sqepuri. Qafa e Sqepuri? Sqepuri, aty e bën shpimi i parë. Dhe gjeologu që ka projektuar shpim, ai ka kërkuar që të shkojë sa më thellë. Shkoj deri 5500 metra, me sa duket kapaciteti i sondës nuk ishte për poshtë, por gjithë faktor gjeologjik ishin që aty ka naftë. Edhe një sa metra? 5500 metra, ma thellë. Do dhe gati 9 km gjysëm? 5500 metra. 5500 metra. Edhe gjeologu... Sa duhe? Ai duhet shkonte, ai kërkonte që shkonte deri 6000 metra, që shpoj shellë. 500 metra? Po, mirë, po nuk e mante edhe kapaciteti i sondës, se kishte kapaciteti i sondës. Edhe atëherë u dha ideja që mirë, këtu kemi rezerva nafte, ishte prognozuar për naftë, por u mur vendimi ishte edhe politik dhe i qeverisë që ne kemi naftë, ta lejmë për ikot më vonshme. Wow. Pra, tash unë po them dhe gjatë tjetër. Unë kam qenë zëvendës ministër dhe ministër i sektorit që kam mulu gjeologjinë, kam mulu naftën e gjitha. Unë kam pritur dhe kam përcjell me qindra ekspert delegacione e kompani private. Të gjithë kur vinin atje thonin, në fushën e gjeologjisë, qoftë të vendburimit mineraleve nxehtëror, qoftë në fushën e naftës, ju keni specialistë të mrekullueshëm. Ne nuk i japim dot mend në këtë fushë, pra nuk i japim si shkencëtar. Ne mund të japim laborator, ne mund të japim
pajisje teknologjike, sepse ajo dhe ndryshon. Ishte vjetëru, ishte sot. Po dhe përmirësohet teknologjia gjithmonë. Pra ne gjallëk shqiptar kanë qenë edhe meritën kryesore që ka nis punën në Shqipëri, këtu kanë rusët. Rusët, do ta pranojmë, ti vije mirë, ti vije keq. Duhet të jemi mirënjohës? Duhet të jemi mirënjohës? Absolutisht po. Absolutisht po. Sepse deri në vitet 61 të gjithë vendburimet e pare që janë zbulu, po them dhe mirë ditën time, me Kurbnesh, me Spaq, me vendburimet e naftës i kanë zbulu rusët. Dhe gjeologët tonë që studion atje, qoftë në Rusi, qoftë në Poloni, qoftë në Qeki, erdhen jashtëzakonisht armatosur, me dije shumë të mira profesionale, në 60-ën ikën në rusët edhe gjithë barri u meti gjeologëve shqiptarë. Edhe e justifikuan me shumë profesionalizëm, me shumë njerëzillik, me shumë devotshmëri. Dhe u specializuan pastaj gjithë në përëndim, në Itali, në Francë. Dhe një gjë këtu, si ka mundësi zoti Doda që ne që kemi një vend kaq i pasur me minerale dhe jemi nga vendet e fundit më të varfër në Evropë? Po. Foto tjetër ndërkohë. Tash ne absolutisht ne të gjitha pasuritë tona minerale e nëntoksore, gjitha natyrore, ne i nevlefsojmë dhe shfrytëzojmë shumë keq. Tash, ai sistemi i parë e kishte vend bakrin në linjë që nga kërkimi e deri në produkt përfundimtar. Ne shesim natyrë, na shesim mall natyrë pa përpunuar. Na shesim edhe naftën, ne shesim na kur kishim një rafineri atje në Duhet të kishim rafineri? Patjetër do të kishim mirë, u amortizua ajo, ndërtonim tjetrën. Jo si nuk kishte amortizuar kinez na kërkuan me $20 milion, thanë ja u bën parametra bashkëkohor. E nuk u pranu. Shkoj ju privatizuan njëri anonim atje rafineria e Ballshit. Ishte krim ekonomik. Si ta bëjnë këtë punë? Si mund ta bëjnë këtë punë? Edhe sot nafta jonë e gjitha, edhe nafta sot ka probleme bankërsi që s'paguan detyrimet tatimore, ditë gjithmonë me humbje. Nuk monitorohet. Nuk monitoron as strukturat e bazës, as AKP-ja, as tatimet. Sepse ato bilancë i miratojnë tatimet gjitha. Edhe në buxhet nuk kanë asgjë. E kuptoj. Rrshen. Po. Qyteti Rrsheni, qyteti administrativ që ka filluar që nga viti 49 apo 48, se ka qenë fshat. Edhe ai që ka vendosur me barë këtu, ka qenë Bardhok Biba. Ai e ka vendosur? Bardhok Biba në atë kohë ishte sekretari i parë, ishte në Shpal. Dhe e vran. Edhe në 49 në është vra, fatkeqësisht është vra, edhe pabesisht është vra. Kush e vran? E vran në bandat e maleve. Edhe urdhën e ka lëshu kushëri i vet, nuk Pjetër Gjemarku. Po pse ka akoma debat për këtë ngjarje? Kjo më bën çuditë. Debatet në Shqipëri, ne edhe po të thush tash që unë isha ke Ronaldo, ke Qafoku, do thotë tjetër jo ishte kur jemi prezent. Kjo mendja jonë shqiptarëve. Po pse e vran? E vran absolutisht e vran vetëm sepse ishte në detyrë që ishte edhe nuk ishte, sepse ishte Gjemarka edhe ky. Kushëri kishte Gjemarka jonë. Vetëm se ishte me komunistët? Vetëm që ishte përparimtar i kohës edhe vetëm pra ne vran. Lesi shtonë pastaj, jo, kishte gjake, kishte këte, kishte asti gjak, kishte gjak, ati kishte, me pari kishin vra vlajnë e ti. Ja kishin vra. Ka marrë madhe për Rrshenin? Shumë, shkoj disa herë. Jo, ti shkon se ti shkon Rubik e shpinën, ti do të pyesu dhe për Rubikun, po. Ka marrë madhe, se ke qenë kryetar komiteti. Po kam një disa. Na thuaj gjë që e ke bërë dhe e krenar, se e kam bërë unë këtë. Jo, në Rrshen nuk mund të them që kam, sepse unë kam jam bërë kryetar rrethi në fund të 89-s. Që kishte marrë funda e punë. Shqyqyr që mbarom ca pallate që ishin ndërtim, sepse nuk mund të bënim gjë tjetër, se kishte marrë fund çdo gjë. Po të tjetër. Ku kam dalë minjer. Ku je këtu? Tu do të jemi në Munell, minjerën e Munellës. Po ç'do ti i veshur kështu si? I veshur si ishte nën tokë, që hin nën tokë. Sa metra ke qenë nën tokë? Vetëm galeria horizontale është 1000 metra. Çfarë thua? Përveç horizonteve të tjera. 1000 metra. Po, edhe këte ka kompani turke, to di specialistët, ky këtej Zefleshi është metalurg, ai atje Kujtim Gjoka është inxhinier minjer dhe kemi qenë bashkërisht në Munell, kemi hyrë minjer për të pa punimet. E frikshme është? Në atë kohë kam qenë, mos gaboj, kam qenë zëvendësministër. E frikshme është ti? Për mua jo. Nuk është? S'ke fare fobi? Maj mend që kur hyra në Munell erdhi ambasadori turk. Po? Për ta pasur, ka kompani turke. Po?
I thash mos hynë në tokë, thash, unë jam i profesion, jam mësuar të hynë në tokë, ti mos hynë. Jo, do hynë, tha hyni. Dhe kur doli, ai ishte jurist në profesion. Kur doli atje ke dhoma që u gjveshëm, i thash si të duk. Jam shumë i lumtur, tha që nuk e kam atë profesion. Po dhe tjetër. Po këtu? Këtu ka qenë 40 vjetori në marrë gjeologjike të Rubikut. Me Coca-Cola, me Sprite, me Fanta? Po, ishte një koktej, këtu është drejtori i përgjithshëm, ka qenë i gjeologjisë, ky është ish kryetari i kësaj sindikatave Kastriot, si e ka... Po. Aja që e mesme drejtori i përgjithshëm është drejtori i nërmarrjes, ka qenë, kurse ato janë të inxhinierë. Këtu edhe ky ka qenë drejtori i institutit dikur. Po do tjetër? Të japi Madheu sa më shumë minerale. Po, kjo ishte paruar. Një poster, kam gjetë një poster, që në atë kohë ishte kështu lajmotivi i gjithë jetës të sektorit tuaj, po ndoshta edhe që realisht e ndihmuan ekonominë e Shqipërisë, sepse vitet e 10 shkatërrua Shqipëria, si ka mundësi? Absolutisht e ndihmuan, dhe po them që nga të gjithë peshën ekonomike kryesore në industri e mante nafta, kromi edhe këto mineralet, industria rëndë. Gjërat fillon të venitin pastaj gradualisht, sepse edhe sistemi filloi të... Ky është Rubiku, 1937. Po, Rubiku. Ja, pra, kur ka në kohën italianëve. Po? Më thuaj diçka për këtë qytet, se ti aty nga Rubiku je. Ky qytet edhe ky ka qenë fshat deri në vitet 30, në vitet 30 italianët zbuluan minjerën e Rubikut, Bakri ishte cilësisë shumë të mirë, shumë të lartë. Po, ata e zbuluan. Pastaj ka qenë Boriç, ka qenë mos gaboj, ka qenë Jati Loro Boriçi që ka marrë, ka qenë ortak me italianët. Babai Loro Boriçit? Me sa mbaj menon ka qenë babai Loro Boriçit. Edhe ka fillu pastaj shfrytëzimi, përveç Rubikut, pastaj ka shfillu edhe një minjerë tjetër në Dërven, që në atë kohë ishte bërë teleferiku nga Dërveni dhe vite mineralit Rubik. Edhe kanë fillu, kanë ngrit metallurgjia parë që ngrit deri në vitin 24. Në 24 është në prej, pastaj ka fillu përsëri në 26. Foto tjetër? Po kjo? Këtu kam qenë në përvjetorin e vrasjes Palmelyshit. Pandaj që ajo mbrapa? Po, aja është labidari Palmelyshit. Do të kem qenë nga viti... Qa detyrë kishit ju aty? Kem qenë kryetar komiteti. Kryetar komiteti? Po. Kjo këte është gruaja Bardhok Bibës. Kjo është gruaja Bardhok Bibës? Kush e vrau Palmelyshit? Palmelyshi nuk, kësot e kësaj dite, për mua është enigme. A është vra nga banda, apo a vra nga përplasja sigurimit me banda? Tani, e vërtet është që ai ishte agent i sigurimit? Absolutisht, po ishte pjesë e bandë. Ishte futur? Ai kur avra Bardhok Biba, ai ka qenë pjesë e kësaj e qetës Puk Mirdit, edhe kur avra Bardhok Biba, ai është betuar me varrin e Bardhok Bibës që do marr hak. Pra i betuar? Po, betuar. Pra babai i tij ishte baretari i Mirdis dhe ai kishte hik në Itali. Po. Dhe bandës i kishte lënë një fishek që ku ta gjeni vrit një djalin tim, sepse është me dje komuniste. Do më thënë filmi që nga real? Shumë real. Ate skenar më duket kush e ka bë ka shku Mark Dodani. Mark Dodani? Aja shumë real. Ai film, ai skenar është? Ai hyrin band si pjesëtari i sigurimit, ka qenë një mosh fare të re, ka qenë një mosh maksimum 22-23 vjeç, nuk ka qenë më tepër. Po? Edhe hyrin band, pastaj ju dha, jo, nuk u vra, ju dha, mori vizën që për shkonte në Itali. Shkonte në Itali, ke babaj vetë në atë kohë, u zhvilloshin këto provokacionet që bashin Amerika e operacione i famshëm, edhe shumë kishte bazë edhe në Itali. Edhe ju tha që shkonte të babaj vetë për të zbulu diçka atje, mirë po në gjoj se do të vrit edhe dhe tjetër drejtues kryesorë të rrethma si ishte vra Bardhok Biba. Dhe i lajmëroi. Edhe ai nuk lajmëroi, ajo u kthy prap, u kthy në band. Edhe në përplasje aty nuk jepet hall tash, o është vra, se sigurimi nuk e dinte që aja është në band. Sigurimi dinte. Kush e dinte? Vetëm Kadriazmiu? Atë mund ta dinte vetëm, po them, Enver Hoxha me Çeve Kadriazmiut. Vetëm këto tre. Edhe kryetari Deks brendshme. Mirditës. Se ka një thënie kur është vra Bardhok, kur është vra Palmelyshi. Aty në Rreshen ka qenë është një lumë, quhet lumi i Zmes. Aty i varrosnin, aty në breg lumit, në Zhavor, to si vritshin.
Dhe Palme Lishu ka shku aty si bandit, i vra, bashkë me banditet. Se fillim aju u varros si bandit. Si bandit. Sa din dhe i ti? Ka 7 vjetë. I varrosu? Po 7 vjetë, ta themur një historinë. Ua! Një mirditor aty, pa përgjegjshëm, i ka ra në shqelm këti. I ka ra me kam nga koka. Kujtari dek së bërin që me të atëherë. Jo me dashje, si gjës që ishte, a e diti qa kriminel, nuk e dinte qa... Kufom në ke? Kufom, po realisht mirë ditë, edhe po t'ishte kriminel kufom, nuk preki. Ishte rrepsisht ndaluar. Pa i pse, bëri? I pa përgjegjshëm, se që bëjnë nga i herë shumë kush, ose mu duk ma katolik se papa, gjëja si e mu. E kupton. Edhe kujtari dek ishte Sulmanoku, ishte nga Vlora, e ka për krahu, i ka thënë turp të kesh. Theve rritin e mirdit, si mirdita nuk e prek kufomën. Edhe kur e vret, larkë qoftë e vret vetë, a e kthe për smari, bjen për myrë se kthen për smari, edhe nuk e prek me dorë, nuk e godet, ata që e ka hasën. I kanë intërnu nanën edhe 2 vëllezërit. A ti? Po, ja kanë qenë në Vlorë. Motra vetë ishte në shkollë tregtare në Vlorë, nuk e gjetën atë, edhe ajo mbeti pa u intërnu, i kanë intërnu në Tepelen. Në kryet e 7 viteve, që kanë qenë në Tepelen, i varrosën në rëshene. Në këtë 7 viteve, ka shku Kadria zbiu vete, ka marrë nanën, e Palme Lyshit edhe 2 vëllezërit. Dhe kur ka në lushnje, e ka pyte jama, i ka thënë, kum që? I ka thënë, të Enver Hoxha. Jo, i ka thënë. Unë jam nana krimineli, që dhe më që është Enver Hoxha. Jo, i ka thënë Kadria zbiu, ti e nana shokut tim dashur. Edhe të nesme në abonë, mas disa ditë, abonë të sërbëje në rëshën, ku a shpalë heroj popullit, dhe a marrë a vendosë në varëzët e dëshmore. Po mi si e priti mirdita këtë kapërcim ka ishtë masë? Nga kriminel dhe diversant në hero? Po atërë u sjarun gjërat, më thanë se si ka qenë veprimtaria gjithë. Ti ishe i bindur vetë? Ti ishe i bindur vetë se ti ke qenë kryetar komiteti? Absolutisht 100% i bindur. Që ai ishte i sigurimit? Që ai ishte i sigurimit, po nuk diskutohet që ishte i sigurimit. Tani kam një pyetje kështu thelbësore. Kush ishin heronjt? Ata diversantët që donin të rrëzonin regjimin komunist, apo këta, po themi, të sigurimit dhe kufitarët që nuk i lejonin ata të ndronin regjimin? Të mund diçka që basa e kam thënë rrethet ngushta, po se kam thënë publikisht. Po, pa tjetër. Mirë. Atëherë, si kudo në Shqipëri, lëvizja komuniste erdhi si diçka e re dhe praniu për kërë, gjithë rinia, mosha re shkoj, doli partizan, u bon 70.000 partizan të luftuan për qërimin e vendit. Në mirë ditë, duke qenë shumë konservator, me influencë shumë të larta të baraqeve, ishte i qikë ma mbyllur puna. Qeta parë që a kriju, ka qenë Bardok Biba, me të satje, me qeta puk mirë ditë, ma dje, kur janë vra dhe herojt e Vigut, pjestarët asaj qete. Atëhere, unë po e them që mirë dita, deri në vitin 1920, ka histori shumë të lavdishme. Në vitin 1920 e këtej, ka sa gjëra. E ke fjallën për Republikën e Mirditës? Po, në Republika e Mirditës një që s'do të ndohë të kur. Vepra kujt ishte? Ishte vepra e Gjormar Kagjonit. Po, e ishte i pari. Po, aji kush e sponsorizoi? Masa duke deri edhe larkë. Ke fjallën nga Serbë? Po, edhe larkë. Masa edhe larkë. E dyta, nuk ishte pse Mirdita të qohej me armë dorë kundar pushtetit. Pushtetit kishte dalë nga lufta. Si që i bëri balë Turkut për 500 vjetë që nuk asimilu asgjë, nuk i bëni balë me luft, i bëni balë me diplomaci. Se jo me luft, sepse pytë të parendoria turke për i Mirdit. Sa ishte Mirdit, ata rafshon të kur donë të ajo. Se shumë kushton gjdo të turkur Mirdit që kishte male. Po gjdo të turku atëherë atje në majet Karabit të Vërdale, në gjithë malet e Shqipërisë. Qa donë të? Po Mirdita i qëndroj me... Mirditorët të ruajtën edhe fen katolike, që ka qenë feja të parë me tandari, du të pranojmë të? I bani balë Turqis. Atëherë, Mirdita nuk kishte pse. Nuk du të lunte me armë dorë, du të lunte me diplomaci. Nuk du të lunte, sepse pagoj hareq Mirdita. Në ishte të pa besushëm në gjithë kohër, vetëm vitet e vonë, të gjithë kuatët e kishte jabagjis, kishte Mirditorë. Justifikoj ajo që bërë me që mas vrasjes Bardok Bibës që... A justifikohet ajo që bërë me jo, nuk du të bante. Jo, nuk du të bante. Që pushatoj pa fajshëm? Sepse i ati Bardok Bibë, si ka thënë, në shpinë e ti, i ka thënë për Bardok Bibë, nuk do të vrasë 100 apo 1000. Jo, i ka thënë. Ti gjenjë atë do rasin që e ka vra, edhe vrite, nuk e pëse të bërë shumë qapë do vrasë 100.000. A i 100, a i nuk di sa i ka thënë, për i 100 e sigur që i ka thënë. Po, i ka thënë, jo, në është të mënyrë, nuk ka pëse del rafshohet Mirdita për djalin tim. Gjenjët e që e ka vra dhe po. Foto tjetër. Këtu jam në Puk, ka qenë... Ky luan skuqi?
Ky është Luan Skuqi apo Jo, ky është Hajdin Çeliku, ministri. Hajdin Çeliku, Ishte ministri. Unë isha inxhinier. Ministri. Dhe antar i Byros Politike. Antar i Byros Politike. Po, Hajdin Çeliku. Ka qenë drejtori i kombinatit metallurgjik të Elbasanit. Ai bën sezion shkencor në PUK. Po. Me gjeolog të Veriut, edhe aty ka qenë ministri, aty më kanë dhënë mua një flet nderi. Ky që është aty kryetari i komitetit Mirdicë, Petar Çkalemi. E që zëvendësove ti? Jo, kam zëvendësuar tjetrin mas. Foto tjetër. Këtu jam unë, kryetari i komitetit, sekretari i parë. Sa vjeç ke qenë kryetar komiteti më shumë i ri? 34 vjeç. Çfarë thua? 33 vjeç kryetar komiteti? Po. Foto tjetër. Po këtu? Edhe këtu. Kryetar komiteti? Po, konferenca rrethit. Foto tjetër? Po këtu tani? Edhe këtu kene qenë për 1 maj, erdhi atëherë në 1 maj të vitit, mos gaboj të 90-s, erdhi Qiriaku Mihali atje, nuk u bon kjo. Qiriaku Mihali është? Po, Qiriaku Mihali. Qa ishte, qa detyre kishte? Qiriaku Mihali ishte sekretar, ishte antar i Byros Politike, edhe me sa di ka qenë dhe Ministri i Financave në atë kohë, ka qenë sa kohë Ministri i Financave. Ajo që është gruaja ti, ajo Gjelabiba ishte sekretaria e parë. Gjelabiba? Po, ajo Gjelabiba ishte sekretaria e parë. Sekretaria e parë e Mirdicës. E Mirdicës. E zëvendësoi ky pastaj. Gjelabiba që i kishe bardhokun? Jo, nuk kishte gjë asgjë, nuk kishte të banë. Po ti veshëm mashallah, i veshëm mirë aty. Unë ky është sekretari i parë i Mirdicës, kjo është gruaja e Qiriaku Mihali. Jo, ti kryetar, ai sekretari, a? Ai sekretari i parë, po. Ishte nga Korça. Po, foto tjetër? Po këtu? Edhe këtu kam qenë kryetar komiteti, edhe kam qenë i repartu ushtarak. Ka pas Rësheni, ka pas i bazë armate. Ai Matan ishte ky ishte komandant i bazës. Ai Matan ishte sekretari i komitetit të partisë, sot punon ke Partia Socialiste. Foto tjetër? Po këtu? Këtu jemi taku me shok me Adil Qerçanin, edhe tu ka qenë periudha që ai vinte nga zhdukja pasojave të Borës 85-s, se boni në alesh të Rubik, edhe në takuet Rubik. Më ka thërë dhe në zyri, kam qenë dhe në zyri, kur isha drejtori. Po këtu ishe kryeministër Adil Qerçani? Ishe kryeministër, po. Se e ke pasu dhe ministrët industrisë? Po, vite para, ka pa shumë vite. Foto tjetër? E këtu kene qenë një mbledhjet, ne aktivo mbledhje Këshillit të Rrethit, Mirdit. Këtu ishte drejtori i SMT-s, ai që është aty afër mikrofonit ishte kryetari i Këshillit të Rrethit, drejtori Uzinës, sekretari i parë dhe unë kryetari i komitetit. Foto tjetër? Ku ke gjetur në gjitha këto? Po tani do ta përgatish. Edhe këtu me Gjinushin. Po ishte ministri i arsimit, kene qenë në shkollën në gjimnaz, edhe unë kam rrujë një respekt. Për mu më kanë ngellë menjen tim e Ronald 3 ministra. Cilët janë dhe? Thoma Deliana, Skënder Gjinushi e Temruka, për cilët kam jashtëzakonisht konsiderat. Edu kene qenë gjimnazin e Rëshenit, kishtë ardhë në fillim në vitit shkollor, erdhi Skënderi atje. Po pse e ke këtë? Çfarë bën ata për... Çdo gjë për arsimin. Çdo gjë për arsimin. Ishin jashtëzakonisht vetë, ishin shumë të ditur, ishin jashtëzakonisht njerëz me vizion për arsimin, edhe kishe lezet bisedonje me to për çdo gjë. Foto tjetër? Këtu 30 vjetori i? Ç'është? Ky këtu do të ketë qenë një përvjetor, po nuk e shoh një kësa gjysmake këto, ka qenë... Ky sekretari parë, ti kryetar komiteti? Po, jo, ajo sekretari parë, po me Skënderin, është 30 vjetori i gjimnazit të Rëshenit, tash po këto. E Bardhok Biba? Shkolla Bardhok Biba. Shkolla Bardhok Biba. Po ai i parë... Ky është Halil Lale. Halil Lale, po se mu duk si Halil Lale. Halil Lale. Po, foto tjetër? Këtu, kjo është një medalje. Për gjitha punë që ke bërë, të kanë vlerësuar. Po, absolut. Po çfarë ishe kjo kërkim zbulim të Bakrit në Prelat? Po, kërkim zbulimi, po atë punë kishim në gjylogët. Zbulove? Po, realisht që t'jemi shumë i sinqertë, ndërshëm, për vëmbërimin e Prelatit, merit me shumë se unë ka Shaban Hysi.
Çfarë është ky? Ai gjergjelog, është nga Skarpari. Nga Skarpari? Po. Po pse ne Skarpalinët ju kemi gjetur mineralet e Mirtisë? Kishte nga Skarpari, kishte nga Tirana, kishte nga gjitha. Por meritën kryesore për zbulimin e përlatit dhe ka Shaban Hysi. Shaban Hysi? Po Shaban Hysi në vitin 80 iku instruktor në komitetin e partisë rrethit, pastaj erdhi në Tiranë drejtorinë e këshillave. Hysi janë një fis i nderuar, fis i madh në Skarpar. Besoj i di. E njoh shumë mirë, i njoh të gjithë ato, gjithë vëllezërit i njoh. Edhe ka qenë Rëshen, vëllai tjetër ka qenë oficer, ka qenë komisare, komandat brigade në Rëshen. Flamurin që kam punuar me te kur isha ministrie. Flamuri Hysi? Flamuri Hysi. O, e përshëndesim drejtorin e ndërmarrjes grumullimit. Po. E ke njohur kur kishte ministër? Po. Një njeri nderuar, një njeri shumë i respektuar. Edhe më dhanë atëherë për këtë, kur marrova unë studimin e vendburimit, pjesën e dytë, më dhajtë çmimi i dytë e Republikës, mos gaboj ka qenë me 17 në ndorë 84. Po, 17. Sa isha bon territori i gjellëgjit. Po, tjetër? Në mos gaboj dhe ajo du t'jetë vlerësim, po... Kjo është më dhe nga përsikumimi medalje për punë të këshqura minjera i gjellëgjit. Edhe kjo më është banë 183. Po, tjetër? Ky është baba im. Na fol pak për babaj dhe një. Do dhe babaj bëri djalin ministër, deputet, po... Babaj ka qenë datëlinjes 1930, ka patë vetëm një motor, është rritjetim, sepse jati ka vdek shumë herët. Babaj ti ka qenë internu në Austri, 12 vjetë kanë në Austri. A pëse? Sepse kur ishte 17 vjeç, shkuën këto ca polic austriak, ishte koha e perandorisë ose hungareze, për të marrë taksat që nuk pagunin taksat, do pagunin të ishin të këputur fare, edhe ai qëllon mbi to. I ndodhin në shtëpi qëllon mbi pa, i shef dy policë duke ardhur këto me veshje austriake, qëllon mbi to. Edhe vret njerin. Kush? Gjyshim, jati këti. Babaj të. Po, a i ku pastaj u fshev për ca, ma vonë dikur e kapen ata, e prenë besë sa fshatarët vetë dhe e kapen. Dhe internua në? E qunë Shkodrë. Edhe e dënun me pushkatim. Me varje. Mirë, për momentin që e qërin me varje, ne të tapyt, sa vjeqie, 17 vjeq, opa, tha jo, s'kemi drejt, nuk e varim, ta më moshe re. Edhe internun e qunë 12 vjetë në Austri, ka mas 12 vjetë në Shqipëri, atëhera martur. Qa i dedikohesh babajtën? Po kuptohet se prindi ti... Jo, dhe s'kuptohet ajo, qa i dedikohesh? Kene i gjej që... Të gjitha, sidomos në atë kohë... Me qa u morë babaj? Babaj ka një shofer. Shofer? Shofer ka punu, po. Atje në gjellëgji? Jo, ka punu në fillimin në NFP në Rubiku gjithë kohën, po i herë varet nga Shkodra, kishte i makinë me targë Shkodrës, pastaj Mirdit, po normale në Rubik ka qenë. Po, kishte i makinë kështu dhe t'ishe shofer, ishe shumë i rëndësishëm, transporti ishte gjera. Por, unë i dikot një gjë që punë e shkollë, atëherë kishe shumë konservatorizë me shkollë në shkollë, edhe kur ka marrë në shkollën. Po si, nuk e, marove, po të maroj një shkollë në mesme quhi si ke banamen, nuk do të shkoj shkollë lartë asë të tërkun, ose po maroj 8 vjeqarin brebile. Direkt në punë aty? Se babaj ishte me kurs analfabetizmi, si ishte shkollë. Edhe kur i thash të vazhdoj, marova 8-ën e kërkoj me më fut në punë, ati në zinë në Rubikut, metalurgji, o mekanik, o torrentor, jo, i thash të shkoj në shkollë. Qa tha? Ta mu shmenja, tha, po, shko, tha, po, unë nuk kam asë dit t'i ke 8, po mirë, ta ka ndryshu koha. Dhe kur koha me shku të lartën pastaj, ta shi bol ta ke 12 vjetë. Jo, e thash, të shkoj prapë, në shkot lartë. Atëherë i gjeta një formë tjetër e binda, se e pashtë se kishte shumë me qef, po nuk më prishte, dhe i thash mirë, ta shi hene zgjidhë, a 4 vjetë shkollë, a 3 vjetë ushtri. Zgjidhë, si të dushti. Ajo tha 4 vjetë shkollë. Po mirë, nga kjo se më ngasmove me këta, nga analfabet baba juaj të një djalë doktor i shkencave, i arsimuar. Që është kjo kapërcim ka që ma? Po, në fakt, ata merit ka dhe koha. Unë po të thëmë, po të ishe sistemu nuk u shkollonja, si herë. Nuk u shkollonja, s'kisha mundësi ekonomike të shkollosh. Ty thuaj që ta ka dhe në aji sistem? Aji sistem ka bojnë që dira në këtë fush. Në fush në arsimit, në fush në shëndetësisë. Në fushën e civilizimit. Se kjo është më bukur, në analfabet në doktor i shkencave, se okej karriera, po themi politike, kryetar komitetit, po arsimimi është jashtëzakonisht. Ky ka qenë vetëm me kurs analfabetizmin, që plotësohet dokumentat e fletë udhëtimit e këto. Se s'kishte bën shkollë të rregullt asnjëherë. Foto tjetër? Po këtu, familja. Tu jemi familja, keni qenë i deadlinje, unë jam të në qoshk, te që ka djalin e vogël, është djali i dytë, që i madhi janë Londër, ajo nusja ti,
ajo bashkëshortja ime me qupën e djalit, aja nipi që e pati ti. Asaj bashkëshortës duhet të thuash 2 fjalë, sa i dedikohesh asaj, se ke bërë gjithë këto gjëra në jetë, po pa atë s'bëhe do ta zgja kam përshtypjen. Sigurisht që si quhet bashkëshortja? Dila. Edhe të përshëndesim se Faleminderit. Famën e ka marrë Viktor Doda me gjitha këto, po unë e marr më mend se sa e ke mbështetur dhe se sa ja ka dhënë mundësinë. Është kështu? Realisht po, sepse puna jonë atëherë ishte e tillë, unë duke qenë gjeologjina ishte larg familjes, unë herë në javë, herë 2 javë shkoja në shtëpi, sa isha inxhinier, po edhe drejtor duke qenë gjithkohën isha të angazhuar, gjithkohën i angazhuar, në shtëpi, gjithmonë dhe me fëmijë tash marr ajo, nuk kam marrë. Çfarë profesioni ka bashkëshortja? Ajo ka marrë shkollë e mesme të përgjithshme ka. Gjimnaz. Po, vazhdojmë tani ajo tjetër është nusja Mirit, se ti Mirin e njeh, çuni që e pam dje, edhe Miri. Jo, tani pritani, edhe këtu do ndalojmë çik. Do themi 2 fjalë, unë t'i thash më vete, po unë kam një respekt të veçantë për djalin tuaj, nga regjisorët dhe bashkëpunëtorët e mi më të mirë që unë kam punuar. Dhe jo thjesht e përshëndes Mirin, po e përgëzoj për modelin e një të riu, se Miri sa vjeç është? 37, që një moshë relativisht e re, por ka treguar profesionalizëm dhe një lloj vetëdisiplinimi që unë ja çmoj jashtëzakonisht dhe e përshëndes dhe e vlerësoj për këtë. Po tani do më thuash 2 fjalë për këtë djalin e Mirit. Ky tashi si quhet djali? Ky Erli. Po. Ky tashi që kur ka qenë 3 muaj e gjys, unë e merrje me vete në plazh. Edhe shëtis një bregu dedi, se donin që të merte sa ma shumë jod. Edhe ai pastaj pas që u ba një vjeç sa, ai që një vjeç pastaj vinte ke shtëpia ime dhe rrinte flinte sa kishte filluar me hecur, vinte rrinte vetëm me mua, flinte me mua, rrinte me mua. E tash nuk më ndahet gjikundi. Çdo të premte unë kur takova aty edhe nipin, unë dashuri gjysh nipun kam parë, po ju ishit çu, edhe pyeta, ku ti ngjan? Shikonde nga jati dhe nga typ nga gjyshi, tha. Erli, të përshëndesim Erli, se ke pa ndonjëherë gjyshin ti në ekran, po gjyshi jot ka qenë i jashtëzakonshëm kur ti s'kishe lindur. Ai është mërësisht i lidhur me mua, Unë do ta marr të premte, po se mora të premte të gjithë dielën. Tha Miri, ikën djali, tha, ikën tha sri me mua. Nuk rrin, jo fare. Dhe ke dhe djalin tjetër që ke në Angli, në Londër, po. Aja tje menagjeri në kompanije që merret me aktivitetin e verës, merr verë nga Italia, shesë në Londër. Aja boni 20 sa vjetë në Londër, aja bo londinez. Londinez, e? Po dhe tjetër? Këtu? Këtu kemi qenë në Itali, kam qenë zëvendësministër unë dhe patëm shkuar një ekip i ministrisë takim me biznesës në Itali, në pjesën e barit edhe në pjesën tjetër, që bani takim zgjeruar për provokuar më tepër problemet tona. Foto tjetër? Këtu është Fatos Nano, udhëheqësi. Ka marrë modhi? Fakte unë kam kujtime shumë të mira me te, kam dhe respekt të jashtëzakonshëm për te, edhe po them me binje që Partia Socialiste ti i ka i borgjë. I ka i borgjë? Po i ka i borgjë, nuk ja shliu. Qa borgjë? Fatos Nana duhet bëhej president e Republikës. Se bëri Rama? Se bëri Rama? Se bëri pra një them i ka borgjë. I ka borgjë? I kanë borgjë, gjithë socialistët dhe Edi Rama i ka borgjë që ta bante president e Republikës. Foto tjetër? Ky është Ilir Meta, ish kryeministri. Ja, kryeministër. Po. Si, se ke pasur shefin tënë? Unë me Ilir Metën njohet më të mëdhaja i kam patur në vitin 1999, kur ishte lufta Kosovës. Unë kam vajtur atje me 24 shkurt të mars 99, sa po fillon bombardimet, dhe jam larguar kur kanë hyrë trupat kamësore në atje. Iliri ka një gjithë kohën atje, realisht... Cili është mendimi juaj për Ilir Metën kryeministër dhe për atë situatë që po kalon sot? Unë mendimin e parë të te e kam patur që një djalë jashtëzakonisht i ri, kuptohet dhe pa përvojë, 30 vjeç, 30 vjeç, ai ishte një kryeministër jashtëzakonisht energjik, edhe i vendosur. Edhe i vendosur. Sa unë kam i rast me ten që ose në liron kohët, ja u them. Po? Unë kur ishte zëvendësministri i ekonomisë, kalova ministri transporteve. Edhe ishte ditë të premte kur u mor vendimi që dekreti, pavarësisht me dëshirën jashtë dëshirës time, edhe më thirr ditën e ashtu më lodhi gjithë aparatin e ministrisë, më prezantoi, erdhi vetë. Edhe mes detyrave tjera, kuptohet, unë jam bo ministër 20 prill të 2001 të transportit.
Kuptohet që në që shoshin zgjedhjet, segmentet rrugore kishin përparësi atëherë për fushatën edhe përmeni shumë segmente. Mes të tjera dhe autostradën Tiranë-Durrës. Po, se si që marrë. Që autostradë kishte deri në Kashar, Po? edhe po punohej. Fondet ishin më shumë të kooperacionit italian. Dhe ishin di kompani, kështu ishte rregulli që të gjithë kompani italiane. Edhe më kujtohen kompani si tash Italstrada dhe Ruskala. Njëra punonte nga Po, s'kishin punuar. Jo, ato kishin punuar, Po jo në ato me objektiv. ritmet që Jo objektivi që duhet që para zgjedhjeve duhet të përfundohet Dhe çfarë bëri me to? Deri. Edhe më tha, kjo duhet marrojë jo, e thash, për gjitha të tjerat nuk po flas, për Kjo s'mbaron. autostradën Tiranë-Durrës nuk flas pa shku me pa. Mirë, thash, shko shife dhe hajde më trego. Edhe unë vajta i them punoj më prisni këtu drejtorëve, s'kisha punë me tjerë, më prisni sa të kthehem. Marr drejtorin për kaç që më lut në infrastrukturë, shkoj me pa. 2 apo 3 kilometra këtu në Suks ishin pa filluar dhe pa shproncuar, hala si ishin dhënë parat shproncuar ato. Ja them etës. Po, edhe kthehemi i them këtu nuk marrani, thash, kjo është cop. Dhe çfarë bëri? Si tha? Dhe morin telefon ambasadorin italian, Ka? Mario Boven. More bo. Po, edhe i thot, në orën 6:30 apo 7, takohna në Durrës, thot, në qytetet do vim këtej, thot, të njekim gjithë, shohim, thot, autostradën. E pa, u skandalizuaj. Me sa duke ishte pa shpejt, u skandalizuaj komplet, e pa që nuk marrë. I foli me një gjuhë jashtëzakonisht të ashpër ambasadorit. Me ta ati. Shumë të ashpër, që unë nuk merdi mirë, unë isha në makinë me te, Po? edhe kur hype makinë, edhe i dha e ultimatum. Në qoftë timi, ty të kam pyet për ty kompanit, se fa janë kompani italiane, edhe fondi ishte italian, dhe ato do të banin, mi ke edhe në vetë, tash ja në qërë përgjësie më ke vend, dhe në qoftë bëj qatë dush, në qoftë se ti nuk e maron këte, deri atë ku i maron dakord, atëhere me Shqipërinë ta do kesh jashtëzakonisht probleme. I përmeni i term që nuk do ta them. Termi sigurisht ishte zyrtar, po ishte i term shumë i ashpër. Sa temi vetëm që se i ka thënë non grata? Non grata i tha pra pikë. Tha non grata? Po, tha ti je ambasador italian. Jena ambasador italian. Wow. Edhe unë i me makinë i them dëgjoj, isha makinë me te, i them gjë atë prove shumë. Gjuha i thash ishte jashtëzakonisht e ashpër dhe jashtëzakonisht e papranueshme. Jo tha, e meriton tha, për i gjë tha, nuk është abur shumë i mirë tha, por ama vetëm i ka zgjedh kompanit, i kam besuar tash, tha më pritem bes. Nuk kanë punuar, nuk po them as 30 orë dhe ka vapori me 2 fishin e makinerive nga Italia edhe u realizua. Po sot kur e pe momentin, si e përcjell momentin kur e arrestuar Ilir Meta dhe sot ai është në qeli? Në fakt më erdhi keq që unë them mënyra ishte djanshme, kishin mundësi dhe organet ta na kaloshin, kishte mundësi dhe Iliri ta na shkalonte atë skenë. Nuk ishte skenë e mirë për një ish president. Edhe kishte mundësi ta na shkalonte. Më thonë, me një telefonat, vi vetë atje, me u pafshim, hik një para, vion atje, s'ka si problem. Po atë të i kaluë. Unë nuk e di se që gjeti këte njëri, por si kur filloj të tjetërsohet. U tjetërsohet? U tjetërsohet. Nga kush e ka këte që? Nuk e di. Mase nga rrethi veçhoqore, mase nga politike, mase nga problemet tjera, nuk e di dot, por ama, kjo është tjetërsohet. Unë kur kam një kuks me 8 muaj, sa kishte lezet të rinjë me te. Po do tjetër? Pandeli Majko, 2 herë kryeministër. 2 herë kryeministër. Pa. Cili është mendimi juaj për zotin Majko? Pandi i ri, në fakt i ka rasti, sidomos mandatin e parë ka pas një periudhë jashtëzakonisht vështirë, sepse ndodhi ajo që ndodhi, dihet me rrëmuin brenda pastaj lufta Kosovës. Po edhe në mandatin e dytë ishte si varg shpëtimi, ishte Pandi, si ishte përplasja fort mes Ilirit edhe Fatosit. Po sot ka dalë nga politika? Po sot e ka dalë, në fakt nuk është mirë që dalë nga politika, sepse ka një vjetë tërë që amarë, nuk është mirë dalë nga politika, nuk është mirë dalë nga... Ka vend, nërse s'ka vend për deputet, ka vend të partia, ka vend e tjera, ka qeveri, ka vend e tjera që mund bëhet. Po do tjetër? Çfarë lloj kryeministri është Edi Rama? Ullaj që Edi Rama përveç atyri që thamë që duhet ta demokratizojë edhe të ketë ma shumë besim të institucionet e partisë edhe ke baza partisë, pavarësisht informacionin që merr, po Edi Rama ka bërë ca gjëra që ti nuk më kërkove ti them, po ti them unë tash. Po nuk i thua. E para herë është e para qeveri që ka hyrë Lazarat. Pastaj unë e kisha harruar këtë fakt. Pastaj u bë gabimi mbrapa. E dyta. Pastaj u mbu Shqipëria tër drogë. Po mirë tash, po që ka hyrë Lazarat nes hyn dot atëherë. Qeveria që i shumë te nuk hym dot, tentum me hy nuk hym dot. Po, pastaj u mbu Shqipëria, gjithë Shqipëria me drogë. Pastaj nuk e di më të rrethan si ka ndodhur, po ai do ta ketë shkak. Por e dyta,
rregulloi të gjithë qendrat e qyteteve. Të gjithë qytetet tona ishin mejhane. Unë kam shadit gjithë Shqipërinë, ka lezet shkoj në Tropoj, në Has, Elempja. Në çdo qytet. Pra qyteti mori erë. Nuk u bën. Ju e dini si që ka qenë Tirana në 2000 ku erdhi kryetar bashkie. Jo, s'ki një semafor. Po, as mora s'kishte semafore, gjithë lana ishte bën me ndërtesa pa leje, parkurin jam ndërsa pa leje. Tjetër që boni. U kthye masi ikam ne nga qeveria, energjia elektrike u kthye në mall politik. Nuk paguante njëri. Edhe ky e vuri. Edhe ky e vuni me forcë, realisht. Edhe këtë do ta pranoj. Edhe këtu realisht ka merit. Tjetër, në veprat infrastrukturore që bën, janë të cilësisë mirë, standarde mira. Unë kam pak vretje për kostot e larta. Pak vretje? Kam pak vretje për të mund tash. Unë po them pak. Po ç'pak ato janë? Po shkojnë 20-30 milion kilometri, ju e kishit këtë mbaj mendur, 1 kilometër 1 milion. A ka qenë kështu? 1 milion euro. Këtë mbaj mendur, 1 kilometër 1 milion. Janë pak kostot fryre, duhet. Po ç'pak 20 milionë, 30 milionë? Janë kostot fryre, e pranoj që janë pak kostot fryre, duhen shiku sepse janë paratë e popullit. Ai është vend të menaxhuar për atë. Tjetër, reforma drejtësi, ka merit. Tjetër me metat e me që është. Dhe ajo fundi që themun që ki ka një merit të pa diskutueshme është politika jashtë. Ky ka bo miq të gjithë njerëzit që janë. I ka bërë siguri ka shok klasë. Dhe unë po them që këtu ja ka kalue të gjithë kryeministrave edhe me shef që ka qenë një kryeministër, tu ta pranojmë të ka qenë shumë i zoti, më dhe Enver Hoxhës ja ka kalue. Ka bo miq në të gjithë vendet, sidomos në Perëndim. Me franceze, me gjermane, me të gjithë, me rallë, me italiane, me gjithë. Vretja me madhe, që do i bëhet? Qofse, Rama të thoshe, më bëj një vretje. Ajo që ky ka mandatin e 4, ajo zotësi i dashur, brava i qoftë, unë e thash atë që ka thënë Sali Berisha, me parullën e tij, opozita për të respektuar, për të mund. Opozita nuk është opozita e shërë. Opozita është? Kush e ka thënë këtë? Sali Berisha. Kur e tha? Po, e pyetën diku se po sillesh me Partinë Socialiste. Kur ishte kryeministër vet? Lejha, po, kur ka qenë në kulmin e... Po jo, kryeminist apo president? Kur ishte president? Kur ishte president? Dhe pyetën thënë... Nuk i kena si hapësirë opozitës, se nuk po e lënë asgjë. Opozita du të respektu, tha, po për të mundur. Për të mundur. Edhe këtu bravo i qoftë, 4 mandate nuk e... Mirë, tani, atë shqetëson kjo që e kaloi dhe Enver Hoxhën dhe Adil Çaçani ky... Dhe vetëm me çelë se kalon do të si 7 vjet. Jo, po bani punë të mira, bravo i qoftë, vazhdoje. Sa do rri? Bëje punë, sa doje vetë rri. Me të opozitë që kemi sot? Po. Sa doje. Sa vjet, sa e parashikonte? Po, e kalo 30-ën. Ç'a thua? Po. E kalon me çelë? Me të opozitë që ka këtu e kalo 30-ën. Po. A di pse? Se është fatkeqësi jashtëzakonisht e madhe që ne kemi këtë opozitë që kemi, sepse opozita e sjell në dut edhe qeveri. Tani, njeno një nga këta ministrat? Nga këto ministrat që janë këtu, njof Albanën, Albana Koqion e njof mirë, njof Belinda Ballukun që e kam pas ministre. Që e ke pasur? Me kam pas ministre, unë ishte drejtori shërbimit teologjik. Si ishte si ministre Belinda? Unë kam pas konsiderat mirë për të, sepse me mua ajo kishte vetëm thjesht nuk më pegote me më dhanë fondet. A i Berisha e sulmoni i formë? Ma me Berisha nuk le njëri pas sulmuaj. Po jo, flet fjalë mira, ha? Po, jo, për mu unë... Se mos njef djellën, ora? Jo, më djellën nuk e njof, tash e kam pa, për i heri me ty e kam pa djellën. Sigurisht njof edhe Blendi Gonqi, që kur ka qenë nga kryetari bashkie. Tani prit një çik. Njof edhe Kumbar Mirelën. Tani prit një çik, frenoj çik. Më thuaj diçka për djellën tani. Me ministër kështu ministër virtual. AI, domethënë me inteligjencë artificiale, ë? Po Edi Rama bën pa parashikuar. Aty bën ai. Të fordolë të socialistë. Të kujtohet kur vajti që ndodhi ai akti terrorist në Francë, që mori gjithë kleriket dhe vetë kishte vend 3 lapsa me ngjyrat atyre, që gjithë populli francez duke tërkitë në rrugën bulevard. Tani një pyetje ka unë, si ka mundësi që gjithë ta ministra kanë bërë një kështu një llogari, ishin 71 ministra bashkë me diellën, se diella është kështu katolike, është joja mirditore, lezhiane këtu. Po, malsore. E malsore, diella është malsore. Po, bravo. E gjetë fikse atë. Tani me gjithë diellën 71, po si sformoi një profil të lartë politik, ju të nanos u bët ministra, ishit kandidat për kryeministra, u bët kryeministra, zënës kryeministra, krijuat profile. Po si s'bëhet njëri nga këta profili lartë politik? Jo më ka pse është Belinda zëvendës kryeministër, çfarë do tjetër, çfarë do të ketë? Jo, problemi është Rama, ka 20 vende bosh, pastaj vjen Belinda. Po tash. Kish problemi tash këto janë edhe probleme të vet tyre individëve, se sa forca hapësi kanë.
Dëgjoj, nuk të dhuron kush gjërat. Njerëzit të fusin në rrugën e politikës, në rrugën e shkencës, po nuk të dhurojnë gjëra, duhet i marrësh vetë pastaj me aftësi e me punë. Foto tjetër. Po pse e ke kështu, e ke edhe ke gegën tënde? Jo se është puna. Tani Absolutisht mua ky, unë nuk jam përplas kurrë edhe në kohën që isha ministër. Jo, vetëm një herë me përplas në parlament. Se i Kursulmon nuk bën si Kursulmon. Sepse ne kishim, nëse më kujtohet, kishte atë projektin e petroliferës në Vlorë, që kërkonte për më marrë ca pjesë aty edhe. Në fakt, unë kisha pa pengesë disa herë ati problemi, edhe erdhi koha në parlament kur po diskutoshin, m'akuzoj, ma futi kot, m'akuzoj pa pikë bazës, kishte bazë. Ishte hera parë që m'akuzot. Dhe që tha? Në ti tha mos je implikuar më këte, tha, unë s'kisha asi probleme, të unë isha pa pengesë disa kohë gjithë ministrive tjera. Edhe pastaj fola me te, ju ktheva, i thash, jo, e ke shumë gabim, dhe mes tjerave, i thash, ti thash e ke thy kodin e malsorit. A, kështu i the? Po, e ke thy kodin e malsorit, i thash se ti e ke gojnë shumë shfrenura, edhe ti nuk matesh, a është burr, a është grue, a të përke familja, jo mu i thash, po të tjertë. Edhe aty pastaj nuk mu përgjigj fare, nuk më kthej përgjigje. Unë kam patur i takim edhe në 91-shin me te, kam në gjatë 2 orë me te, 91-shin, kur ishte deputet ky opozicë, unë opozicë, edhe nuk me më kthej me dërgoj një shok timin, i tha, thuj Viktori, tash nuk kemi përplasje mo. Dërgoj njërës, po, më thash, i ke thuj Viktori, sepse edhe vetë ishte ndërgjegjshëm, se unë nuk ishe impliku pas gjithë. Pas ka regullu me edhe u tërhoq. Edhe një tjetër, pastaj në epokën e 2005-ën, kur ka qenë epokë me Zofina Topallin, ka bërë takimet e strukturave, i kanë thënë, pse solt filan kandidat këtu, ka thënë e sollëm se e dim se këtu fito Viktori, le të fitojë se s'na prish punë. Tani i ka bërë më shumë të mira Shqipërisë apo të këqija? Unë jam i bindur që ky Shqipëris i ka borxhet mëdha. Edhe këte e the me ndërgjegje. Pse? I ka borxhet mëdha. Çfarë borxhe ka? Shumë borxhet mëdha i ka. Sidomos nuk ka lënë gjë, çdo gjë që qeveria shkatërrua. Shkatërua arsimi, shkatërua shëtësia, shkatërua industria, shkatërua bujqësia. Ju socialistët e ndërritur ju me as nëse kina ndrit. Po pak më mirë se ky po. Ma mirë se ky po. Tani të thuashin më mirë se dikush e ka keq, s'është një kështu. Realiteti ky është. Po unë them që ky do të hiki orë më parë nga skena politike. Ky nuk ka që duhet skena. 81 vjeç. Datë 15 mbush 81. Po më mirë të mbushi sa doje, po nuk ka pse të rrënd. Vetëm 97 ati nuk i falet. E kemi si gungë? Vetëm të nuk i falet. E kemi si gungë në kurrisë? Po, edhe do ta kemi shumë gjatë. Edhe pasojat e saj kina për t'i pasur gjatë. Dhe po të ishte ky një njeri civil, dhe ndershëm do thotë, i dashur popull, me falni, sigurisht eksperienca ime politike ishte sa ishte ke PP-ja, se ka qenë fanatik i PP-s, dhe si stot, fanatik i eger i PP-s ka qenë. Unë nuk më mohoj se kam qenë 2 vjetë sa antar i partisë punës, nuk e mohoj, dhe kam qenë me dëshirë, nuk kam qenë me zërë. Por ama, këtë sinqeritetin të... Por ama, këtë do të thonte, eksperienca ime në demokraci e në politikë ishte, u bon kjo që u bon, ju kërkoj ndjes, letë më erën nga në dhe të cisë me mund të ashtë të shkërë vetë buzë dhe bartë mjekot, nuk rrimatu. Atëhere do fitote pikë. Po do tjetër? Sepse ju dhanë shanset për shumë gjëra. Këtu i në grupë deputetesh që kemi qenë në parlament. A i eshte mos që boj deputeti... Këtu e deputeti Krujs, me kravat verdh. Ai tjetëri është i Mirdit, edhe ky tjetëri më duket. Po do tjetër? Është tani nga ana jote ky. Këte lene këte tash. Pse i bëre duart ashtu? Edhe ky. Kush ja bëri? Ky edhe ky, ja po kush ja bëri, ky ja ka bën vetes herë radh parë. Me vërtet? Po. Darat parë ka bën vetes. Pastaj po ja bëre vetes, nga e lëpata hedhën gjithë pastaj. Si shumë grupe armiqësore i dolën Edi Ramës. Kush? Edi Ramës. Po i dolën, pa atë ka të bëj edhe ajo që thashun, që unë them këtë për Edin, duhet të jetë më i matur në përzgjedhjen e niveleve të tilla. Më i matur. Me kujdesshëm. Sepse ja do. Ky doli Mahmeti. Ja, ishtë zëvën së kërëministri të ashi, ik në rati, edhe fillan e flet të ashi për kërëministri. Po unë kam pasë yllu i bufin, e kam yllur, ka qenë, po më thëmë, ministri me ideal që njohon. Me ideal? Me ideal. Ministri shkëllqyër që kam punu me te, kishe lezet. Menagjot e mjë të shkëllqyër, kishte mardhani të shkëllqyër, i punon të me një larkë të mamë, si që du t'i punoj një ministri, po të ashi unë po të ndodhe i gjatë dale unë të shaj yllu i bufin. Ose unë dalet shajt ashi fatos nanën, apo i linë metën, apo i linë majkën që kam punu me to, po jo. Ato që i kanë boj vetë, jashtë meje. Por,
Tani ti pavarësisht se ke ikur voton për sëmë, besoj. Nuk diskutohet. Nuk diskutoj. Do fitoj kjo garën? E pa diskutueshme. Po pse po? Po së nxjerrin kandidat, nuk nxjerrin dot kandidat. Ja kanë lënë një tjetër nga shoqëria civile, thotë. Pse do votosh Olgertën? Pse do votosh Olgertën? Do votoj Olgertën një herë në radhë parë që në fund funit, unë ai çmoj kësaj, sidomos ja çmoj shumë ato përpjekjet e saj, lese shtonë këto opozicës, kur ka qenë Ministre Covid. E shëndetësisë. Unë e kam pa herë në aeroport kur kjo po përcilte ekipin tonë atje, që kuptohet që më ziheste, sepse ishte natë ditë në punë. Me dhe ati e vlerësoj, absolutisht. E vlerëson? Absolutisht e vlerësoj. Lesi qëto ta ka vjetë. Ishte zgjedhje e bukur e Ramës? Ato të merren atje. Ora, unë jam me parimin tjetër që Ministri i Shëndetësisë do të jetë i mjek nga më të mirët të Shqipërisë. Jo, si kandidat për Bashkinë Si kandidat absolutisht po. Është e mirë? Absolutisht po. U tregojnë zgjedhjet e kësaj. Do fitojë thotë? Pa diskutueshme. Pa diskutim. Edhe po të ketë kandidaturë shumë të fortë të vetë Partisë Demokratike. Tani pension që ke bërë si patronazhist tani. Jo, s'jam patronazhist, unë them vërtetën. Unë them vërtetën. Kam një foto tjetër që është kështu dhe si lajm i ditës, nuk e di. Ky është kandidat shumë kandidat i shoqërisë civile. Jo, ka shumë mundësi të jetë i opozitës tani. Po do regjistroj si i pavarur. Jo, nuk e di më. I pavarur se ka diskutime që jo, mund ta mbështes Partia Demokratike. Po mbështet, po po i pavarur, do të jetë i pavarur. Thuaj një koment se ti je politikan i vjetër dhe i di si funksionojnë. Nuk e di, po ka dy probleme. E para, për mua, zgjedhjet në Tiranë, gjithmonë, nëse nuk i themi kot lokal, zgjedhjet në Tiranë zgjedhje politike. E para, e dyta. Partia Demokratike deri tash pretendon se në menim të maj janë vjedhë zgjedhjet. Ta provojë tash. Sepse një bashki ke mundësi. Okej, kjo është partisë, po si Florian Bina, si aktor, si një njeri që e njohin njerëzit si artist. Nuk kam asnjë vërejtje për te, por për mua është ngarkesë e madhe. E fiton? Jo. Zbret fjalë, Jo. Ata duan njerëzit, qesha njerëzit me atë. Ata duan njerëzit atë, fiton Olgerta. Fiton Olgerta? Pa diskutim. Qëse do i kishe para këtu, çfarë do i thoshe Florian Binait? Që unë do t'i thosha ke marrë barë jashtëzakonisht madhe, sepse për dy arsye. Spari nuk është provu asnjëherë në këtë fushë, dhe ky qyteti është numri 2, numri 2 i shtetit. Nga kryetari i bashkisë, Franca që është qytet shumë, nga kryetari i bashkisë fluturonte edhe u bante president. Edhe Rama kështu shkoi. Dhe dyta, është mandat shumë i cunguar, është mandat i vitit gjys. Çka ke mundësi të bash? Është mandat shumë i cunguar. Po mund të bëj për qeshur njerëz. A për qeshur për çka kemi bëj qef në shqiptar, ta duam në gjë tjetër. Zoti Viktor Doda, të falenderoj shumë që më ka rrjedh intervista në një formë të tillë që kam kaluar çdo limit kohës, po është ai rasti kur halal them le të ketë kaluar koha sepse u kënaqa dhe me të vërtetë jam shumë i njohës për këtë bisedë. Edhe unë jam mirënjohës ju për ftesën edhe për mënyrën e bashkëbisedimit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni i sot nga unë Len Çafoku, mirupafshim.